Rodgers nga minuta e parë, kë kemi tjetër Bukayo Saka. Po, që ka hyrë zëvendësues herën gati çdo ndeshje. Po, në vend të Noni Maduekës, ndërsa Bellinghamin e shohim defensiv në vend të Declan Rice. Me sa duket dhe Anglia nuk është se pretendon. Anglia po teston. Pritet që të fitojë sot me rezultat bindshëm, po nëse gjithsesi shohim. Patjetër. Po Argentina me sa duket e siguroi finalen. Argentina një short që duhet të jetë shumë falenderuese, me surprizën e këtij botrori edhe më të madhe se Bosnia që kam thënë unë, ke Verde me 3 barazime arriti që të kalojë në fazën tjetër fantastike. La jashtë Uruguay, ne. E di çam kujtoi ke Verde Spanjën dhe Italinë, që dalin gjithmonë nga faza e grupeve. Jo në këtë rast, Spanja jo në këtë rast, po zakonisht janë ekipe që Italia no comment. Italia e tha Mirela episodin e kalum që isha një vend ku futbolli nuk ekzistonte më në këtë moment. Kishte vdek, nuk shifte njëri, domethënë imagjino të gjithë tifozët italian duke shiu pushimet. Se nuk kanë kombëtare me këtë vapt sot. Po, kjo është e vërtetë. Presim për pak që të nisin edhe sfidat për sot. Ndërkohë që si parashikon? Shiko, unë të thash, Anglia sot në letër pritet të fitoj pastër. Po. Unë do shikoj Anglinë sot me një fitore 4-0. 0-4. 0-4 i bi. Ndërsa Kroacin me Ganën do jetë një ndeshje besoj e luftuar sot, po e shikoj një fitore për Kroacin 2-1. Pavarësisht se ekipet afrikane luajnë fort me ekipet europiane. Ja dhe Ante Budimir në plan parë. Unë kam përshtypjen të filloj dhe Panamaja. Po. Për Anglinë unë them do dali 3-0. 0-3. 0-3. Okay. Dhe mendoj me njëherë goditja e parë e Anglisë. Me njëherë edhe mendoj që një nga goleshënuesit e Anglisë do jetë dhe Marcus Rashford. Okej. Po shkëndijën e parë dha Panamaja. Futbolli është i paparashikueshëm i këtij. E vërtet, jo 5-4-1 që the ti, defensiv, ama shkëndijën e parë dha Panamaja për sot. Shiko, Panamaja s'ka ç'a humbë. Se është gjë e humbur. Është. Po. Edhe po fitoj, shanset që të kaloj fazën e grupeve janë 0. Ja, me 3 pikë edhe me këtë. Po 3 pikë golevarazhi -2 ka. Po, tash në rast fitore do i binte në momentin më të keq -1, në momentin më të keq. Domethënë me fitore minimale. Shiko, se s'besoj të fitoj me golevarazh kundër Anglisë. Jo. Tash shanse futbolli është i paparashikueshëm, por besojmë që Ekuadori e bëri detyrë, nuk e bën sot Panamaja. Po, kjo është vërtet. Nuk e bën. Shpresojmë mos e bëj. Po s'do e bëj sot, jo. Nuk do e bëj sot. Edhe sfida tjetër Kroaci Gana ka startuar nga nisur. Po. Gjithsesi, duhet të theksohet se sonte gjatë natës, domethënë në të hyrë të ditës tjetër, mbyllet edhe faza e grupeve ku luajnë edhe sfidat e mbetura të grupit të Portugalisë, ku kryesfida sigurisht është Kolumbi-Portugali. Sfidë e fortë pritet ajo dhe Kongo-Uzbekistan gjithashtu në 4 të mëngjesit me orën tonë. Është edhe një sfidë mjaft interesante, Algjeria-Austri dhe Jordania me Argentinën. Dhe kështu mbyllet faza e grupeve për të kaluar pastaj në fazën e 32 ekipeve, një 16. Shiko, Kolumbia me Portugalin luajnë për, domethënë Kolumbia xha është vend parë, po të fitoj po të fitoj Portugalia del në vend të parë. Pastaj rrezikon, është sfidë direkt për vendin e parë. Rrezikon Kongo. Në qovë se Portugalia humb, rrezikon Kongo të i zej vendin e dytë, më fal. Jo, nuk i zë do të vendin e dytë, kam përshtypjen për shkak golevarazhi, sepse sfida midis tyre është mbyllur në barazim. 1-1 dhe praktikisht i takon që edhe nëse humbet sot Portugalia të kualifikohet si e dyta më mirë e këtij grupi. Interesant është grupi tjetër, do thoja, Austria, Algjeri, të cilat luftojnë për vendin e dytë, janë të dyja me nga 3 pikë përkatëse. Si parashikon, me qenë se ra fjala, si parashikon këto ndeshjet? Shiko, duke vazhduar që te Algjeri me Austri,
Jordani, Argentinë, Okej. domethënë të vazhdojmë me radhë. Algjeri me Austri. Algjeria, Austri, mendoj që Portugalia do vazhdoj të Është bëjë Algjeri. detyrën. Është Më fal, Algjeria, se nga që po flisim për grupin tjetër që thash ti marr sipas radhës, domethënë sipas orarit që luajnë, kështu që ta nisim me Kolumbi, Portugali, që mendoj se Portugalia do bëj detyrën dhe shikoj një fitore 1-3. 1-3. Po, për Portugalin. Shikojmë këtë aksion të Sakas nuk depërton dot. Ndërsa në sfidën tjetër Kongo-Uzbekistan realisht mendoj një fitore të pastër të Kongos 2-0. Nuk e shikoj të rrezikshme skuadrën e Uzbekistanit për të kaluar te grupi La Mesias. Perandorit të Argentinës me 5 gola të shënuar nga Argentina, 5 gola të realizuar nga Leo Messi. Edhe goleshënuesi më i mirë këtij botrori në këtë moment. Po patjetër, edhe shikoj një fitore 0-3 për Argentinën dhe 2 gola Messi. Mendoj se 2 gola do realizoj Messi. Ato shokët tonë në diasporë tani. Dhe sfida tjetër, Algjeria përballë Austrisë, moment i mirë për Anglinë. Jo. Okej, nuk e shfrytëzoj mirë Bellingham. Shiko, Algjeria me Austrinë. Unë besoj tek një fitore ekipit të Ragnik të Austrisë. Mendoj që 1-2, një rezultat i ngushtë. Po mendon që Argentina do e bëj punën e vet? Besoj që po, thash, një fitore 0-3 mendoj. A mendon që do të tregoj edhe një herë forcën? 0-3 është fitore e pastër përballë Jordanisë lehtë në letër. Si shikon ti këto? Atëherë fillojmë Kolumbi Portugali 2-1 domethënë 1-2 për Portugalin. Për Portugalin, fiton Portugalia. Okej. Një nga golat dëshonoj se s'bën. Ronaldo. Dihet ajo. Okej. Kongon me Uzbekistanin edhe unë mendoj 2-0, po jo, 2-0 mendoj edhe unë, besoj se e di që është rezultat një lloj, po nuk e shoh më lart. Ose do godasin të dy ose do dështojmë të dy me këtë sfidë, okay. Algjeri me Austri. Mendoj 2-1 për Austrinë. 2-1 për Austrinë. Ndërsa Argentina në Mesit, që tash domethënë Messi është i Argentinës, po nejse. Kuptohet. 4-0 ndoshta. Se nuk besoj se do i lejojnë hapësira për të shënuar. Gjithsesi shohim. Po Franca plak. Franca tregoj Francën. Franca ishte e frikshme. Pavarësisht që mendoj se Norvegjia bëri realisht një paraqitje shumë të mirë. Ishte me ekipin e dytë, ishte pa Sorloth, ishte pa Haaland, ishte pa Odegaard. Thuaj se gjithë dhe i kishte mundësi ekipi ishte në stol. Po, ekipi i parë. I kishte mundësi që të barazonte në 3-3, pam një penallti të humbur nga ekipi norvegjez, nga Vikingët, po ashtu një mundësi mjaft e mirë nga Bob, lojtari krau të djathtë të Norvegjisë, që mund të kishin sjell barazimin. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë. Domethënë, tregoj Norvegjia me këtë tregoi që edhe me ekipin e dytë është ekip shumë i fortë dhe për momentin mendoj se nuk mund të bëjmë një rezume të qartë se deri ku mund shkojë kjo Norvegji. Nëse do ishte ekipi i parë përballë Francës, okay, do krijonim një përshtypje më të saktë, më të mirë. Un kam përshtypjen që Norvegjia nuk kishte hyrë me synimin për ta fituar ndeshjen. Domethënë, askush nuk lu futboll për të humbur, por me formacionin që pa është tash mos fusësh Haaland, Sorloth, Odegaard, çfarë gjujë. Rrezikshme nga Rashford. Të thash Rashford është i rrezikshëm. Bravo Rashford. Shumë shiko, edhe portieri i vëmendshëm. Bravo portieri i Panamas. Po, kam përshtypjen një pritje shumë e vështirë kur topi shkon në atë formë. Trajektore është vështirë për të kapur. Po, është trajektore shumë e vështirë. Vlen për të theksuar se aty po bie shi. Po urojmë mos të kemi ndërprerje siç ndodhi me Francën. Po, në sfidën e shkuar, jo këtë me Norvegjin. Edhe që po thoja se i ka live këto na boni hallall, se që po thoja për Norvegjin tash të futesh në fush me formacionin e dytë, në ndeshje botrori,
Norvegjia e kishte siguru kualifikimin. Po, patjetër të dy ekipet. Edhe po hynte në fush për të testuar sa mund të shkojë, besoj unë. Për të testuar ekipin e dytë. Po, ekipin e dytë, domethënë në rast dëmtimi të lojtarëve kryesor, po testonte ekipin e dytë. Edhe prandaj mendoj që edhe Franca po ta shifje një moment lojës, mbrojtësat ishin shumë të pavëmendshëm. Përsysh nuk e kishin vëmendjen në maksimum fush. Po, sigurisht më të çliruar, më të relaksuar, më të relaksuar. Kështu që në këto minuta të para po shikojmë një ndeshje më të luftuar tek Panama-Angli dhe më të qetë tek Kroaci-Gana. Në këto minuta të para. Kroaci-Ganë mendoj që po përpiqen që të gjejnë gabimet të kundërshtari që të kundërshtojnë. Patjetër, luajnë të kujdesshme të dyja, se nuk mund të rrezikosh në minutën që po luhet në minuta e 9, nuk mund të rrezikosh të dalësh para me gjithë ekipin që mjafton një kundërsulm edhe të shënoj kundërshtari. Patjetër, po edhe mendoj se mendoj që kjo ndeshje mund dalë edhe barazim. Ka gjasa dali, gjithsesi duke njohur lojën e hapur që bën Kroacia, është e vështirë, po siç po e shohim këto 9 minutat e para, kam përshtypjen që po luajtën kështu, normal që mund dalë edhe barazim. Mbetet për të parë akoma nuk ka një goditje nga asnjëri ekip. Po, drejt portës. Ama te Anglia vlen të theksohet se mund të ketë diku 3-4 goditje deri më tash me gjithë të Panamas. Po, siç e thash, është sfidë më e hapur, më e luftuar. Më e luftuar deri më tani. Edhe Panamaja po tenton të tregojë një fytyrë tjetër. Kam përshtypjen që Panamaja nuk do të largohet nga botrori i pashënuar edhe pa pasur një pikë. Nuk ka çat humbasi sot. Domethënë, edhe dy sfidat e tjera i ka humbur minimalisht. Po, është vërtet 1-0. Kam përshtypjen që Panamaja është i vetmi ekip që s'ka shënuar akoma në këtë botror. Nuk ka shënuar akoma. Panamaja vërtet ka mësuar 2 gola në 48 ekipe që janë. Panamaja është i vetmi ekip që s'ka shënuar akoma. Nëse s'ka boj nuk jam shumë i sigurt për këtë, por di që Panamaja nuk ka shënuar akoma. Po shifja një kuriozitet, ishte vetëm një ekip që s'kishte shënuar akoma. Dhe bëra verifikimet e mia dhe ishte Panamaja. Ajo është atëherë. Ndërsa interesante nga ana tjetër është edhe skuadra e Ganës, që nuk ka psuar asnjë gol. Dhe ka shënuar një gol. Është e vërtet. Do të thënë, okay, 4 pikë. Ka një barazim shumë të vlefshëm me Anglinë, 0-0. Po, dhe një fitore minimale kundrejt Bellingham. Në vërtet e ashpër si ndërhyrje. Ishte shumë e ndërhyrje ashpër. Shiko, po shohim një Angli shumë luftarake, gjithsesi edhe Panamaja s'po ngelet mrapa. Po luajnë hapur realisht edhe shiko, Anglia luan hapur se kam përshtypjen, jo se në vlerëson Panaman, po le të themi e din kapacitetin që ka Panamaja. Absolutisht. Pastaj, shiko, është çështja se Anglia është e kualifikuar praktikisht. Me një pikë do kualifikojë në 2 ekipet e para. Dhe nuk ka as pse të rrezikoj, prandaj mendoj që edhe Tuchel ka bërë këto zgjedhje, madje edhe portierin Pickford mund ta kishte lënë stol sot. Nuk e shikoj si një pikë të nevojshme përballë Panamas, pavarësisht se ajo është pikë e dobët e Anglisë, edhe në base për testuar stolin. Siç ka bërë ndryshime të tjera. Kam përshtypjen se do të provoj me Rashfordin, do ta shohë Rashfordin se sa a mund të rezistoj më shumë se një pjesë. Rashfordi e ka treguar edhe tek Barcelona që reziston më shumë se një pjesë, ideja është se sa koordinohet me ekipin. Dhe ajo që po shikojmë që deri tani thuajse 80% të aksioneve të Anglisë po luan vetëm nga krahu i tij. Edhe shkëndija e parë erdhi po nga krahu i tij, me goditje të Rashford. Po. Si thu, ta thrasim? Thrasim? Regjia, hajde herë se na ke bë pa javë episodin e kaluar. Na sulmoj ftuarën re. O regjia.
Regjia, hajde tani. Hajde se na bën bajat me të ftuarin. Kalo këtu. Teleshikues, ky është personi mbrapa komunitet. S'kishet mënyrë tjetër për me mftu mua, dha, kështu gjë me mftu me zor. Po me zor më plak se na bën bajat me të ftuarin herën e Po kaluar. pse më dha, çfarë thashëm? Jo më desteti. U mbrojta ato pëlqimet e mia, dha. Po. Po ishte tek sniper i fort ai. Po tani aq pra, aty është vlera, të godasesh tek mesazh. Preku në Pavarësisht se plak. ishte vajzë e mirë, kemi shumë respekt. Absolutisht. Përshëndesim. Përshëndetje. Kjo s'do të thotë që s'do ta mbroj Po. skuadrën time. Se ja thash edhe Mirelës herën e kaluar, futbolli është aq i mirë sa na bashkon gjithëve, po edhe na ndan në ekipet Pas keni tona. lënë dhe gotë në ujtë gati këto. Po na ndodhen aty plak. Gëzuar mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Ti gjaje këtu, po. Mirë se na u bashkove. Mirë se na bashkove. Po. E E vlerësoj ftesën tënde të pa Spontane. spontane dhe të pa të pa thënë se s'do kishte dal, po ta kishim bë me plan s'do na do kishte. më pëlqente më shumë ftonin me plan, po edhe kështu. Prapë mirë pres ftesën tuaj. Tani ti ndore ke, po që të bezisesh. Një buton larg e ke. Pa. Në vërtet. Po shorti let për Argentinën, se tani Argentina është finale, dha. Unë kam thënë që në fillim, ndoshta jo këtu në emisionin tuaj, po. si tifoz të Messi për Argentinën do të pyesim. Unë kam thënë që në fillim që Argentina është finale, edhe jo me Portugalinë. Kjo është më se sigurt. Po tash, sigur po vin shortë, s'besoj të vi me Portugalinë, po E di çfarë, shiko, Argentina Tu s'bjem është dakord se unë vazhdoj me Portugalinë time që e shikojmë në finale. Shiko, nuk po them që nuk e shohim Portugalinë në finale, po puna është to. Tash Portugalia duhet luaj Portugalia, jo vetëm Ronaldo. Unë jam tifoz i Luajti ndeshën e dytë me Uzbekistanin. Duhet shohim se si do dali me Kolumbinë. Aty besoj është prova. Portugalia. Portugalia e ka me Kolumbinë. Aty besoj ka testin për të pa se sa mund të ecë Portugalia. Disi dele ajo. Shqipa na maja. 1-1. Në zitua. Po doli 1-1, atëherë kam përshtypjen që Portugalia nuk shkon larg. Valla, unë po të them, po ta deklaroj këtu live, me që jemi dhe live. Jemi live. Public Media ka pe lajmin. Priti vetë pak syze që kur ta kapim klipin, ta vëmë kështu. Tani jemi Argentina është në gjysmëfinale me Portugalinë. Janë në të njëjtin drejtim se më duket se janë të kundërta. Nuk është nda akoma. Se di se kam pa. Nuk është nda akoma. Po nëse Portugalia është në njëjtin drejtim, po. Grup me Argentinën, e ke gjysmëfinale me do shifni Messi Ronaldo. Ndeshjen e fundit. Do ishte super mbyllje për. Ajo është ndeshje që ta shohë gjithë bota. Gjithë bota do ta shohë. Nuk besoj se do ketë njëri në planetin Tokë. Do ketë, po futboll dashës. Përveç italianëve se po një futboll dashës. Italianët do shohin akoma klipin me Zidane. Se s'kam të shohin tjetër. Po besoj që çdo futboll dashës do e shohë atë ndeshje. Po, unë shumë mendoj. Besoj do jetë ndeshja. E di si e shikoj unë se tani, Portugalia nuk ka bërë paraqitje më të mira, por në syrin tim është njëjta mënyrë, njëjti start me Argentinën. Çfarë vlla? Kroacia rrezikshme. Nikola Vlašić. Sa e bukur ishte shive. Dora tjetër. Edhe nga ana tjetër Harry Kane pretendon për penalti. Jo, nuk ka se dështari. Shive që gjutin e Kroacisë. Ishin 3-3, ha? Ora shive këtu lekë 3 kundër nga është zonë. Po kundërshtullin pra që mund të shtabë edhe ndryshe shtyllë jashtë. Jo, ç'a ishte? Nga këto stuhen. 1-0. Po thoja që shikoj të njëjtin lloj nisi rrugtimi siç e kishte Argentina, e cila humbi ndeshjen e parë të grupit me Arabinë Saudite, pastaj tjetra ishte histori. Gjithsesi mbetet për të parë. Do të tregoj koha se Portugalia i ka kvalitetet ama. Kvalitetet tani i ka çdo. Jo, më po flasim për mesfush edhe për sulm tash Portugalia ka një nga ekipet më të mira në botë. Jo.
Sem dakord. Sidomos me mesfushën është shumë lart. Mirë. Gjithë thonin që Anglia hynte pretendente kryesore për Kupën e Botës. Anglia kështu futet gjithmonë, po nuk ka treguar. E çon Kupën e Botës, nuk e çon Anglia, e çon Skoci. Do ta marrë që ta çoj herë, pastaj kismet. Po pra. Kjo është qëllimi. Nice. Ti që po thoje ti je një tifoz i flak të këtij, ë? Detyrimisht besoj që je edhe me Argentinën. Jam. Po jo më ka të pyeta që në fillim. Në Europë jam me Spanjën, që të kuptohemi. Po tani në Europë jam me Spanjën. Jo, tash jam me Spanjën. Tash thjesht e shoh se më pëlqen Po Spanja sport. sa larg është? Spanja nuk shkon. Finale jo. Kishte probleme me Salezova dhe Nico Williams. Pavarësisht se nuk është se ka përdorur shumë. Nico Williams ka kualitet si lojtar, por nuk është lojtar stabiliteti. Dhe duke qenë se nuk është lojtar stabiliteti, nuk është mund të jetë formacioni ideal të Spanjës. Varet edhe Anglia po lund, sot Anglia del 4-0. Atë thash edhe në fillim ndeshjes, po duhet ta shnoj parë një herë, pastaj do ta shifni. Okej. Do ta shifni. Po përgjithsisht faktikisht kur Dhe ke duplet nga Rashfordi. Unë tharë. Një gol me penalti, gol nga Arizona. Jo, penaltiti John Harry Kane. Pse është Harry Kane të luajë? Po patjetër. Fyka e sulmit. Dakor. Madje unë thash përderisa ka Panaman përballë, mund kishte bërë rotacione kivi siç bëri Norvegjia përballë Francës. Po. Teston edhe lojtarë të tjerë. Nëse po teston, Se është Anglia në situatë për testu. Po teston është. Po teston edhe Saka. Valla, humbet vetëm e parë, siç e ka tu testu. Shiko, Anglia ka hyrë me synimin për të fituar shok. Ore Panaman supozohet që ta mundi si me formacionin e parë si me të dytin. Po, se kualitetit i ka ai. Tani, nëse s'mund Panaman si për botror. Mirë valla, edhe kur luajti Spanja me Cape Verden, gjithë thatë 7-0, 10-0, 5-0, 4-1, 7-1, 8-1. Doli X. Shiko, është e paparashikueshme. Ky pra është botrori, kështu që janë parashikime, domethënë nuk bazohesh dot vetëm nga letra. Do i bëjnë një surprizë Cape Verde dhe Argentinës. Pickford, çfarë pritje ka bërë? Vozinha. Me Panaman e tregon vete. Pastaj Vozinha nuk është se ishte nëse bëri çfarë bëri. Nuk ishte shok. Si ishte më? Pika kryesore. Po. Valla 28 gjyte në portë, valla, 0 gola. 7 janë kuadrat. Po 7, se pak janë 7 gjyte në portë 0 gola. Dakor. Që kishe raste valla se ne kam pat nesër live. Kishe raste dhe gol. Po. Jo. Një 2-3 raste të mira kanë qenë për gol. Flet valla. Pastaj edhe me Uruguayn pavarësisht se psoi 2 gola, ishte Po. Barazim ti bësh 2 gola Uruguayt, është shumë e vështirë. Ore Franca ç'a thot? Francën e shoh shumë larg. Shumë lart? Po, edhe larg. Në këtë rrugtim me shumë gjasa në 1/8 Franca mund të përballet me Gjermaninë. Edhe e ke Gjermaninë rrafsh. Edhe këtë do thoja që mos përsëritet në një 7-1 si me Brazilin o shoku. Aman se kam bezdikur 7 I ka kështu si gol. Ja goli anglis. E ka si gol si që keni ju. Mos a ka, godita. Ongero, e ka bezdisat me nishat sikur keni ju 2010. Me gola fantazëm patjetër që po. Patjetër. Ishte momenti që solli ndryshim. Po. Implementimin e sistemit VAR. Po. Goli Lampard. Po. Ese histori tjetër ajo. Është komplet Angli tjetër tani o burr. Nuk e di o shok, nuk e di. Komplet Angli tjetër, po shio Pickford. Ai s'godas sa stopin më shok. Po jo më burr sa ajo është sallak zgodet me të majtën. O shoku. Po s'është Neuer. Do t'i tregoj dikush s'është Neuer. Nëse do t'tregoj Neuerin, tregoj të pritjet o shok. Jo të dalit ashtu. S'është Neuer thot. Cooling break. Është cooling break. Po tani Neueri njihet për këto daljet. Të bëjmë edhe i çik qefin ty edhe me Interin që i bëri golin nga mes fush Dejan Stankovic. Është goli i famshëm. Po. Pavarësisht se në atë kohë ka qenë me Schalke. Çon si ka. Neueri është Neuer. Po, Neuer ishte në fillimet e Shiko, Neueri ndër portet e mirë, po jo ndër më të mirët në botë. Ju hyn të ndër më të mirë në botë, më fal, po jo më i mirë në botë. Shiko, unë mendoj që Neueri është portieri që ka sjellë revolucion historinë e portierave
ndër vite. Neueri ti jep shumë siguri në port. Dakor. Domethënë, është për mendimin tim, se nuk mund të them me siguri, për mendimin tim Neueri është portieri i parë që luan kaq mirë me këmbë. Se mohova unë këtë. Po kjo do të thotë që je portier më i mirë në botë. Shiko, tash e ka treguar rastësit Neuer. Nuk po themi për sot, se sot ka dhe i farmoshe. Po mirë pa, ti shiko, ti kur ta marrësh bazën e një lojtari, ta marrësh prime, ti ke shef Ronaldo se është e ke pa prime-in e vet, se ke pa tani 41 vjeç që flet gjumë. Shiko, se unë jam edhe çik shumë më i madh se ti, unë kam parë Ronaldo në Lisbonë. Po pra, unë këtë po përpiqesh të thosh që unë prandaj e kam, unë edhe tifoz i Interit jam që në 2003-shin. Po kuptoj, domethënë janë ca gjëra që i shef se futbolli është dashuri me shikën parë. Po. E vërtet. Futbolli është pëlqeu marrove. Prandaj si ndahem akoma këtij sotnis këtu. Asun si ndahem me Interit. Edhe në shi, në borë. Po të afrosh të i qik është diku këtu. Nëse si këto pushimet sigur e kanë bezdisi çik sfidën, a? Marketing dhe lek. Është këtu futbolli. Kanë prishat lezetën apo? Tani çike prishëm me çështjen e themi të vërtetë nga ana tifozlikut me çështjen e varit. Që i humbi ajo adrenalina, ato diskutimet, jo ishte, jo s'ishte, jo faull, jo penalti. Prap janë ato. Prap deri diku polemikat janë. Polemikat i mbyll vari. Jo, po ose i shton, ose i shton, sepse mund të jetë një rast shumë delikat dhe nuk e hap varin që ta shikoj. Vari, ai është vendimi i arbitrit pastaj. Valla, vetë arbitrimi është mënyrë interpretimi, vari se si e interpreton situatën, edhe vetë Gianni Infantino kur është pyet për varin, e kanë pyet pse se bën çdo gjë robotike që mos ketë polemika, jo vendim njerëzor. Ka thënë vetë futbolli, vetë mënyra se gjykon arbitri ndeshjen është në bazë të një arbitri dhe në bazë të mendimit se si e mendon dhe logjikon arbitri në momentin. Si e percepton. E di kush ishte fort me një faqe të huaj, nuk po vjen në emri për momentin, për sfidën me Ekuadorin dhe Gjermaninë. Gjyqtarja ishte femër. Shkojnë var edhe pa vendimin, kuptoi që ishte gabim. Dhe nuk dha penalti. Edhe dikush shkruan që për herë të parë një femër në sy të gjithë botës pranoi që ishte gabim. Unë thashë do thonte shqyrë që pranoi dikush që një femër ditë kupton futbollin. Orë përveç asaj pranoi që ka gabim. Nuk e di, s'mund ta marr dot parasysh që një femër të jetë analiste shumë në futbollin, nuk më Shiko, vendimet ishin shumë të sakta në atë ndeshje. Nuk e çfarë gjujti nga Panamaja. Na falni se po mirë se ta plotësoj 4-1. Po. Çfarë goditje. Pickford bëri mirë këtu. Po çmirë se kishin shtyll parë aty. Po, duke pa cilësinë e Pickfordit, mund të ndodhë gol. Po shiko tani, mos e luan Premier League tani edhe të mbroj portën anglisë është edhe James Trafford që mund të kishte zënë vendin. Ramsdale, e kupton. Nuk është se është portier pa gjë fare, pa eksperiencë. Kush e di se çfarë ishte gjyte fort, po ishte në krahun e vet. Po nuk është kjo sfida që Pickford duhet të tregoj veten. Unë nuk besoj se është. Po për te asaj që Pickford duhet të tregoj veten, kam përshtypjen që topi duhet të shkojë te Pickford. Por Gordon se ka fut? Jo. Është Rashford. Mirë, s'ka problem, sa është. Jo, është më mirë Rashford besoj. Nuk ka bërë mirë këtë botror. Rashford ka tregu veten, sa herë ka hyrë zëvendësues, ka tregu veten që jep goxha. Ka dhënë tira shkëndija. Çka Rashford është lojtar shumë i mirë, po është, domethënë nuk është inteligjent, se katrova. Nuk është inteligjent, është lojtar shumë i mirë, ka statistika të mira, ka shpejtësinë, ka lojën me top, dribblimin, gjutjen shumë të fortë. Po nuk është inteligjent, është i trash shumë. Pse i trash? Se kuptoj lojën fare. Unë e shoh si nuk është lojtar që është startues. Unë nuk mendoj që është Rashford lojtar startues. Jo, unë mendoj se startues është thjesht jo që ta lësh në 10 minuta. Mendoj që deri nga minuta 75. Mendoj që është startues te Barcelona? Te Barcelona s'ka hapësira. Po çfarë ke pra? Po pra. S'ka hapësira te Barcelona. Valla, ti shef vetë ku do fusësh te Barcelona. Po ti shef vetë nëse bën tek Barcelona një lojë
Siç po bën Deschamps me Francën, edhe ka vend. Po. Nëse lë Rafinha 10, nuk e bën mirë Rafinha 10. Unë po them, se as Dembele nuk e bën, po Deschamps e vendosi. Asoli se nuk është duket. Ka kap dora, ka kap po. Nuk e ka dhënë për varg. Po. Asoli se nuk është 10 i Mirfield, gjithsesi bëri shumë mirë në sfidën përballë Norvegjisë. Dhe Yamal në krahun e djathtë, Rashford në krahun e majt dhe pastaj në qendër sulmit për momentin Ferran Torres, Lewandowski. Ferran Torres duhet të shkojë në trash. Goli më i mirë që City i ka bërë Barcelonës është Ferran Torres. Ai pa djema po. Po çati shohësh aty jo. Ai pa djema me Po çati shohësh, nuk e di. Ozebajali është. Jo, nuk u më vllai. Prap më efektiv. Nuk e di, duket se këto me që kanë biemrin Torres kanë këtë manin për të humbur shumë. Çaj hallin Torres. Torres ka qenë njeriu i finaleve o zotëri. Si Rashfordi? Torres i bëri golin Gjermanisë 2008-ën, kaloi topin sipër Jens Lehmann dhe i dha patrorin. Torres i shënoi përballë portierit të shekullit Buffon në finalen përballë Spanjës. Torres shënoi përballë Barcelonës në gjysmëfinale me Chelsea, ka shënuar nuk po them që s'ka shënuar, në ndeshje decisive me Benficën, po ashtu me Chelsea realizoi gol vendimtar. Ka qenë shkurt njeriu i finaleve. Dhe një lojtar si ai mungon Spanjës. Jo, i mungon, kjo është e vërtetë. Spanjës i mungon dhe Morata më re. Mase krahaso Morata me Nuk po e krahasojmë atë, po them që i mungon. Spanja një pyk i Mirfield. Sonte, domthon këtë botror, se thash sonte, këtë botror Spanjës i mungon sido edhe Morata që është vetëm si shtyll aty. Shiko, ajo varet edhe nga skema e trajnerit, se nëse ti lu me dy pyka, okej, nuk është se duhet të kesh një nënsh Mirfield. Për momentin Spanja nuk ka zgjidhje. Po ka pak a shumë njëjtin sulm si Interi. Jo me 5 me sfush, jo 3-5-2, por me 2 përpara. Po pra, po as Thuram me as Lautaro nuk është pyk i Mirfield. Si mund të jetë Giroud për shembull. Si mund të jetë Lewandowski për shembull. Mendoj që Thuram si Benzema. Nuk i ka karakteristika. Jo, nuk është nënç. Thuram është nënç, po jo nuk është i Mirfield. Luan më shumë me këmbë. Ndërsa Giroud, Benzema, Lewandowski shfrytëzojnë edhe crosset. Po. Godit me kokë. Kam përshtypjen më mirë e bën nënshin Lautaro se Thuram. Edhe pse kush mendonin që do ishte pyka më e mirë për Barcelonën momentalisht këtë merkato. Përveç Julian Alvarez. Alvarez nuk ka jep. Ore nuk ka jep. Por ta marrin. Po futet Reali për pazar aty. A do pas. Jo se nuk na lejon basat në Shqipëri. Ishte mirë se vë me lekë. Ishte një meme kam qesh me lot. Ishte një meme po kërkonte Barcelona për të blerë lojtar. Edhe del ai Fiorentina Perez në moment fundit breaking news. Oh, John Terry, legjenda Messi. Një ishte me më mirë tas ishte Messi. Një ishte me çdo Messi këtu. Po. Që ishte duke shkuar te Interi mod. Edhe nuk ka lë. Vjen shënon Kroacia ndërkohë zhbllokon Shqiprat 1-0. Ka shënuar Sucic. Bravo Sucic. Është i Interit? Jo më duket. Prit ta shofi çik. Po, Interit është apo? Po. Petar Sucic. Interit është. E mori nga Dinamo Zagreb për 14 milionë euro. Po, një gjë të tillë. Po ai është. Se po ngatroja mbi emrat, se nga që kanë pak a shumë. Dhe me këtë rezultat Kroacia merr kryesimin e grupit për momentin. Momentalisht, po. Shkon me 6 pikë. Ndodh kjo gjë. 5 Anglia për momentin, 4 Ghana. Është e frikshme kjo, nuk e di. Panamaja vazhdon me 1 pikë ndërkohë. Momentalisht. Panamaja është Panamaja shumë. Ndërsa për Barcelonën, sulmues që do i bënte më shumë punë, pavarësisht se nuk e merr dot. Do ishte makineri golash Haaland. Po. Për mendimin tim, për Barcelonën do ishte perfekt. Nuk e di, do ishte e papërmbajtshme, domethënë Pedri Gavi me sfush mund ta furnizonin shumë mirë me topa, Yamal po ashtu. Po. Pedri De Jong jo Gavi, ka korrektim. Po, edhe kjo. Pse? Se është Gavi asistus. Gavi Lugjash. Top gjatë pra në rast kundër sulmi. Po Gavi Lugjash. Shkatrues merr topin atje dhe nis direkt gjatë. S'ka nevojë që t'i jap De Jong. Te Barcelona atë pozicione po Pedri De Jong. Dani Olmo. 4, domethënë 4-2-3 los Barcelona. De Jong rrin përpara.
Jo, 4-1-2-3. Luan me 2 përpara. Po. Okej, kisha një përshtypje tjetër, po. Varet, ë? Nëse se Varet nga loja. Po jo, zakonisht luajn 4-3-3. Edhe një 6 arrin pra, po brenda. treshje nuk është se rrin në një drejtim. Jo, rrin drejtim. Po, lëvizin në fush. Gjithsesi mendoj se do ishte ideal për edhe plus në Spanjë është futboll shumë i lehtë sa në Angli. Në Angli është shumë i ashpër. Po. Shumë fizik. Fizik. Edhe Haaland ka treguar që në Angli nuk se ka problem fare çështën e fizikut. Po, Haaland, imagjino çai bën Asensio Australit. Ku shkon më? Sille këta sjellësh. Ose ati që bleu nga ati spanjollit, po më vjen. Kukurejës. Jo Kukurejës, po. Ati spanjollit që bleu nga Anglia sezon e kaluar. Dan Huijsen. E modi. Ka shumë probleme Reali faktikisht me ekipin. Vlla, ka ardhur edhe Lega ka bërë supermerkato. Shohim 75 milionë euro, nuk është se ka harxuar shumë. Ka bërë 4 blerje po me pak lek. Ka marrë në përfundim kontratës. Si po e bën llogarin? Ne bën llogarin me 75 milionë euro merkato që po bën apo me ato milionë euro që rrok. Bën llogarin. Goditje interesante nga Anderson. Me ato që i ka bler, pastaj ato janë tjera detaje. Po jo, pas janë detaje se marr shtesë lojtar kot. Si janë gjë e vogël. Po kota i kanë stolo burr. Nëse se në mbrojtje i duan. Ti thua çfarë do bëj? Barça mori Dumfries juve. Po. Nëse nga Interi. E di. Ishte Barça, kërkonte Barça, Barça nuk e deshte as si flik. Barça mendoj se është shumë e mirë me Cancelon se Dumfries. Cancelo për mua super lojtar. A ke pasur ka po të Portugaliut? Kam përshtypjen se Dumfries do përshtatet goxha me lojën e Portugalisë. Real Madridit. Nuk e di, nuk e shikoj shumë se e di pse më duket tamam mbrojtës që ndihmon edhe sulmin goxha. Po pra ai është mësuar me pozicionin e tij me 3-5-2. Po. Që qëndroi në fushë. Dhe te suport. Te Hollanda luan edhe në mbrojtje. Po te Hollanda sa ndeshje do bëjnë Vito burr? Po. Bëjnë fjalë aty ku ka rendiment më shumë. Do të thënë 38 ndeshje minimalisht që kanë kampionat. Çfarë pasë dobët. 38 ndeshje që kanë kampionat nuk i parazot dot me 7-8 që mund të jenë. Po. Në vit. Po, kam përshtypjen që bën mirë aty. Mbetet për të parë ajo. Real ngelet ato burr tani. Pastaj më problematik do shifja Kukurejën, domethënë që për mua ishte një budallik i Realit që të marrë Kukurejën. Mori emër kot. Nëse me Spanjën. Fran Garcia me Kukurejën kanë thujse të njëjtat karakteristika. Më shumë i mirë Fran Garcia. Është edhe më i ri. Po prap, domethënë janë dy lojtarë që lozin në ekip po me të majtën dhe nuk janë triblues. Dhe kur janë një për një me tjetrin, nuk është se triblon kthejnë brava topin. Kukureja ka karakteristika të tjera, luan shumë para. Pra luan para, po varet se sa lidhet. Më shumë ka diçka ka i problem. Luan para. Domethënë si tipik lojtar është shumë i mirë Kukureja. Po nuk thënë që ka, jo, s'kuptove. Po me Mbappén më shumë Kukureja do përshtatej me skemën e Barcelonës. Që luan me pasa shkurtë dhe shpejt. Është De La Masia. Po dakord. Ka dalë nga Akademia e Barcelonës. Që donin ta dini informacion, ka dalë intervistë Kukureja dhe ka thënë nëse unë nuk të shkoj kurrë te Real Madrid, nëse të shkoj një ditë do qetem Qeros. Ta shohim edhe do mbajtë. Se besoj. Do ketë harru. Kështu harën gjithë. Imagjinon me një konferencë Kukureja dhe ne gazetarët ja kujtu këtë. Po të bëhet fjalë, ja kanë kujtuar valla. Do ishte meme. Po, pretendim për penallti nga ana e Bukayo Saka. Ky është gol. Jo, se besoj. Jo. Ja, nuk është gjatë Harry Kane, jo. Po lu Anglia. Po s'po shënon më shok. Po lu sikur po lu me Francën. Çfarë goditje. Rashford prap. Po, Rashford. Është për mua është lojtar më i mirë në fushë sot. Më i mirë. Po lu më shumë. Po luan më shumë, okay, po. Më i mirë në fushë. Po çdo në fushë. Unë shikoj Bellingham me thënë drejtën. Se Bellingham e ka vendos pretendoj për goditje e këndi. E ka vendosur në vend të Declan Rice sot si defensiv paralel me Anderson, edhe po e shohim që shtyn para mbrapa, po lviz shumë në përfush. Në momenti që erdhi Mbappé te Reali, Bellingham filloi kështu.
Me thonë drejtën, unë do kisha qef që të Realit vinte Haaland. Dakor. Në vend Mbappés do ishte 100 herë më mirë. Unë dakord jam. Nuk besoj që bën atë lëvizje. Nuk po them kur ishte se para se të merrte Mbappén, tentoi edhe për Haalandin. Po, e tentoi dakord. Edhe po të vinte Haaland do ishte 100 herë më mirë se Mbappé. Do përshtatej më mirë me lojën e Realit. Unë e shikoj më shumë me të Barçës. Haaland. Që përshtatet. A ti kush mendoj unë që është opsioni ndër opsionet më të mira të mundshme? Çka ka për Barcelonën? Penalti ka pretenduar. Po se ka prek. Po pas shumë interesanti Rodgers, a? Po se ka prek më plak, çfarë pretendon ai? Po tani. Po to gol. Se kemi zakonin këto. Dhe opsioni më i mirë i mundshëm për Barcelonën mund të jetë edhe Osimhen, se s'pam vite. Nuk është i keq për Barcelonën. Është super lojtar, edhe 7 milionerë e zbret e sjell në Barcelonë atë. Po. Është thjesht, është edhe kjo që është edhe emri. Sa është 28 vjeç ai, sa është? Po, më duket 28. Për gjithsesi edhe nëse është 28 ai pa frikë mund të bëjë deri në 5 sezone nëse ka rendiment. I bën. Sidomos në Spanjë një herë që nuk është edhe ndaj futboll. Dha, mos e thuaj atë se luhet fort Spanjë. Nuk po them që s'luhet fort, po nuk ka futboll fizik. Pak të më mirë se në Itali luhet. Po, tash në Itali u bë ca kohë që në Itali futbollistat shkojnë për të pensionuar. Po pra, kështu që në Spanjë ka akoma rendiment. Jo, ka. Është kampionati fort. Vlla, ke El Clasico në vlla, që El Clasico. Futbolli më të njëjtën frym me El Clasico burr. Ishte ishte dakord jam me këtë pjesë, jam. Imagjino shifje më shumë shifnin njerëzit të Klassikon se finalen e Champions League. Ishte më përpara përplasej Pujoli me Sergio Ramosin, përplaseshin lojtarët me sfush, luftonin me shpirt me zemër. Shiko sot i afrohet kështu sigur janë me Bluetooth, Vinicius i afër dhe shko shpërthan. Si dikur Neymar te Barcelona. Çam kujtove Sergio Ramos me Pujol. Mbaj mend një episod te Real Madrid i thash uzun me grush tasha. Pastaj që lozë me Spanjën. Po, domethënë, e këpërsysh, grind kishte loja, sa ishin gati, luftonin për fanell. Edhe se këtë ka futbolli profesionist. Domethënë, je aty, lufton se për momentin ti e ke kundërshtar, e ke armik. Ato 90 minuta patjetër. Unë nuk po them ta vrasësh ti hysh me dy këmbët. Ama e ke armik. Edhe mbarojnë ndeshja, ishin gati për të uzonë. Mas një javë fillojnë këto kombëtarët. Edhe shoh Pujolin me Sergio Ramosin kështu dorën këto. Pastaj ke edhe një fragment tjetër që Pujol luante me zemër. Po. Pique ka qenë edhe i çik lojtar stimulues. Ka qenë një fragment në Bernabeu nëse s'gaboj dhe nisin këto hedhjet e shashkave, çakmakëve, birrat e kështu po. Edhe Pujol që i thotë ore futun lojë aty leri këto pretendime. E mbaj mend këtë pjesë. Aty e tregon vetëm edhe kapiteni. Është aty tregon se sa Pujoli ka qenë lider gjithmonë. E pra, po sot ku i ke liderat? S'ke. Edhe Sergio Ramos te Reali ka qenë lider. Dakor, pra, po flasim ditët e sotme, domethënë më lider ka qenë Pepe. Se Sergio Ramos. Iku Pepe, po Sergio Ramos ne një periudhë gjatë. Ai si ka qenë lider, ka qenë edhe lojtar i pjesë shumë Pepe. Po, shkelte me kome, me durë, gjunde. Aty një dhëmbë, aty te Messi. Po. Po prap nuk janë këto kapitenë si dikur që t'i japin zemër ekipit apo. S'është vetë futbolli ashtu. Jo, pastaj ka edhe diçka tjetër, për shembull, mban mend Gatuzon, çka grinte ka pas. Dakor. Dhe thoshte ai kur mbërtiste Maldini dridhesh ore. Po, e ka thënë një intervistë tash së fundmi. Po, prandaj po them. S'ke sot nuk pyet kush je kapiten, ti sot do bëjnë më shumë për marketing. Po. Tash çka kapiteni mund të jetë Mbappé te Franca. Tani çka kapiteni. Tash flasim ato që është. Por duhet dikush që t'i jap zemër ekipit. Tash për mendimin tim para Mbappés, kapiten te Franca mund të jetë edhe Dembélé. Është shumë humble, krahasim me Mbappén është shumë humble. S'është Dembélé pra. Po nuk po them që është. Po Dembélé më para do preferoja si kapiten portierin Mike Maignan. Po, është goxha grind ka ai. Ke edhe me sfushën. Te Milani ka qenë im duket, që fsha gabim. Se di, s'kam info. Po. Për këto ekipet me kush nuk për kushat. Nuk kam aty afër. Po nuk. Po Lebo ç'a bën kështu se lozim në një stadium aty si. Ata lozin stadiumin tonë. Vazhdoni sidhni vetë hallet e familjes. Juve na e zot. Ideja është që prap njëjtin vend losni. Po, kjo është e vërtetë. Mendon që mund të jetë një gol kjo?
Ka marrë shpif kjo nesh. Po pritej që të ishte ndeshje më e fortë, të paktën që të kishim gola burr, jo, kush e di sa e fortë, po sikur po merr rendimentin. Po pra, po merr rendimentin e përballjes me Ganën që përfundoi 0-0. Urojmë që mos shkojë kështu. Jo, se për sulmon po sulmon shumë më shumë se me Ganën. Se Gana se la. Po nuk janë sulme me Anglia kjo, këto Gana, pse kanë emër sulme të Anglisë? Jo, të ekipit do krahasoj ti me ndeshjen me Kroacinë. Është edhe s'ka asnjë lidhje. E kemi thënë disa herë. Ja, tifozët anglistë janë pre fare, po normal. Po tash kemi thënë që është edhe mënyra se si vendoset ekipi tjetër. Nuk është i tensionuar ulur aty në pankinë, kupton? Ndoshta ka edhe skemën e tillë që kërkon thjesht një pikë, po. Ndoshta Tuchel nuk e di se sa është rezultati me Kroacinë. Po si bën përshtypja ai rrezik thjesht pret. Kurse di më. Mos e thjesht pret. Që të përfundoi si e vendi i parë ose i dytë, edhe pastaj te fundi thotë se vendin e tretë nuk ka shans ta zej. Po çdo. Çdo vetë atë. Po prap them që ka gola si neshje. Të drejtën që të bëjë ndeshje më interesante duhet. Goli parë duhet. Ajo sa të hapet. Sa të bllokojë rezultatin. Sa të hapet porta si i thon. Kam përshtypjen që pjesa e parë do marrë 0-0. Po mirë se ajo çfarë mbaroi. Pra ne minuta të shtesë pritën tani për pak, po 1 minutë, 2 minuta. Ja, shiko sa i që i ka ik menja vllai s'do vetë. Po jo vllai. O më gjau mu. Kur ikën menja nuk e mba vendi o burr. Ka grin tjetër. Ka nis sfida. Po mbyllet tani pjesa e parë, ska lviz nga vendi o burr. Nuk e shikoj tensionuar. Nuk e di, jo. Ndoshta edhe Anglia nuk ka hyrë për të fituar. Ja, po se besoj. Nuk e besoj. Shiko, më shumë ka luftu Norvegjia me Francën se Norvegjia bëri super ndeshje. Po. Atë formacion që ishte. Se Franca ishte formacion më parë. Ta thash që në fillim të këtij episodi. Sa pikë doli? 9 pikë doli Franca? Po, më duket 3 fitore. 3 fitore. Po, është vetëm Senegalin, poshtë Irakun edhe është i vetmi, ja? Po më duket Argentina? Jo, edhe Argentina ka 9. Edhe Argentina. Argentina duhet fitojë edhe me Jordanin që të ketë 9 pikë. Është edhe Meksika që ka 9 pikë po ashtu. Po e ka rraf Kore, Jugu, Afrikën, këpati tjetër, Çekin. Fitoi Korea 9 pikë plota. Korea, Meksika, mëse. Meksika lutem vend vet. Po në vend vet lutem Amerika, edhe Kanada jam duket sa pika 7. Kanada barazoi. Po sa turp, po si fituan ato turqit, fituan turqit dhe vëlla festuan sikur kishin fituar kupën e bollës. Shiko. Tash për ato kupën e botës ose fituan se Jo, se është ekip me kvalitet valla. Po tash kishte gjallë sa dilnin pas një pikë më shumë. Unë nuk shikoj më problem Turqin që në fund ditës i mori, domethënë fundi 3 pikë, se sa Uruguay. Me një grup tillë dalësh me 2 pikë. Kalon Cape Verde. Spanja pritej. Por e ka luajt patjetër se s'ka shku në kod deri atje. Shkot aty, po them i mori barazimin Spanjës, s'është gjë e vogël. Por është dështim për Uruguayn, po them. Po, këtu jam dakord. Edhe i nati ndje Bielsa me gazetarët. Ora, ta bëj Rashfordi këtë golin se. E çau atë me Los Blancos atë. Elton ka çuar mohabetin, na lodhën më plak. Se unë më mirë gjoj Barcelona se sa për Interin tat, kështu që. Për mua është jepi zjarr, fol sa dush. Po, se ti s'ke qa flet. Se Juve është zjarr komplet. Po tani trit gjoj refrenin e 16 viteve tripleta, majt hunës apo 16 vite ai mohabet. Sa kokë keni që se keni fitu? Disa më shumë. Se maj men se kam unë umrimin. Po s'ka gjë se të kujtohet e kampionatit. Sa e keni bë 2? Jo, më burr ça 2 e keni ju. Uça gjytet bukur ka bë. Gol. Jo, ma ja ça gol. Mos na pushu se. Nuk e di, jo. Gjytet shumë bukur bën. Uroj që të ndryshoj diçka në pjesën e dytë. Sipas ka thënë Hitchhark. Jo, i ka dhënë. Duhet të kishte shtyp më herët të dyshin. Si keni marrëdhënie me FIFA? Me FIFA nuk i kam mirë. Njeri është lart me FIFA. A bëjmë loj FIFA këtu? Kur dush. Live. Ta bëjmë transmetim. FIFA me bazë. FIFA me rrithni, po jeni për ne Pro Evolution. Fationi të sfidon PES. Po je për Pro Evolution. Dhe me tërmendën.
Çfarë do të po Evolution e E vërtet e kam shkarkuar edhe te PlayStation FIFA 26, po akoma se kam Bosefte. Sa pret plak. Thjesht ka ngel aty në raft shoku, nuk jam marrë me të shumë. FIFA nuk jam tifoz. Do ta bëjmë. Është morale, shumë e bukur. Do ta bëjmë lojë live. Po mëre? Do marrësh Barcelonën, unë do marr Juventusin? Të kam thënë se do humb. S'ka problem. Humbja. Merr Parisin. Jo, mo po. Ase kush më mirë me letra? FIFA tani. FIFA, jo, është Parisi dhe City. Parisi dhe City. Varet edhe çalo e bën, ha? Po. Dakor. Mos unë mbyllën dhe pjesët e para. Këtu me gearing kështu shok se është i frikshëm. Të bën ca gola rrëfushat. Po mirë edhe provojmë valla, ja ku e kemi televizorin, e vëmë live dhe atje. Kollaj e bëjmë atë punë. Unë komentoj. E bëjmë live dhe atje, po pa lejmë kamerë, më thënë një plan për gjithë. Po. Ja Edhe bëjmë gati jam. Po më çfarë ta vëmë bast. Po e bëjmë kështu me një drek. Po drek bast të shohim edhe njerëz se drek na për shef. Po. Lul mirë ti, do bëjmë bastin? Pa të qethme. Pa të qethme. Si jemi megjithatë unë thuaj se unë kam një çik më problem se ke. Lul mirë, se unë ato e di se sa lul. Mendoj që luaj mirë. Do dalësh këtu live edhe të pranosh që Juve është ekipi më i mirë. Jo, di se do ishte më interesant. Jo Juve, se nuk e sfidon shumë. Ajo do ishte sfidë për ty. Thotë që Ronaldo është më i mirë se Messi. Si u në fund. Po ti Interi është më i mirë se Juve? Jo, diçka për këtë jo për ty, se kam sfidën me ty. Po. Marrë me Ergin pastaj hajde los dhe ti. Jo, FIFA nuk lidh bast. Prap, s'ka, nuk më pëlqen si bast. Jo se di që do më bas, po nuk pëlqen du diçka më sfiduese. Ku di unë tani çfarë të them unë ju? Duhet mendu kjo, edhe mund bëjmë edhe një kështu në Instagram që të pyesim njerëzit. Dakor. E bëjmë. Edhe unë gati jam përshtyp, se kam problem. Edhe kush tjetë më pikanti, e zgjedhim, malli atë personin. Jo, a di çfarë do bëjmë? Marrim ndeshje për shembull që do keni live, ndeshje që mas fazës tjetër. Edhe atë ndeshje, kë simpatizon ti, për shembull ti do marrësh Anglinë, unë do marr kush tjetë? Egjiptin. Mos alaxhu do marrësh. Me shimin botror, jemi në ekipin botror, po marrësh Barcelonën, as si mos merr Juventusin, ti merr Anglinë, po marr Argentinën. Dakor. Okej. Dakor jam. Edhe do ta vendosim. Mund të marrim edhe ti merr SBA, unë marr Bosnjën. Edhe vendosim me çon. E diskutojmë edhe me çonat këtë. Edhe shohim i bast fuqishëm. Çfarë mendon regjia? Ose tash nuk i marrim gjithë të regjis këtu, po, duhet rri dikush atje. Edhe e vendosim. Po ja pa mirë është ta zgjedhim këtu. Se po humbim shumë kohë. Nuk e di, mendoni çfarë doni, unë gati jam. Jo. Nëse ta mendojmë gjatë episodit dhe edhe po humba pastaj humbja pjesë e lojës është edhe ajo. Si ka thonë ai për burra është. Mirë, ta bëjmë kështu. Jo, plak. Është do ta bëjmë kështu. Një episod do marrësh bluzën e Interit? Jo, mo. Një episod do marrësh bluzën e Interit. Të firmosim nga unë. Po. Do marrësh tradimin. Po. Edhe ti të firmosim nga unë. Edhe nga çon dhe regjistë. Jo, më është më ofenduese. Ja, unë do marr kët. Ne kemi të firmosur, do marr. Po me kusht atëherë që ti do e veshësh nga para emrin atij bosit. Po, do vesh mbrapa bluzën. Po pra. Okej, më gjysë zëri. U vendos atëherë. Është na fliqet me vesh Interi. Po shifet statistikat e Anglisë dhe Panamas. 72% domethënë. 9 gjujtje në port. Shiko sa do, 2 gjujtje në kuadrat. Po ashtu dhe Panama e 2 gjujtje në kuadrat. Nga 3. 10 me 3. Pavlla. Nuk e di. Shumë dobët, jo, shumë dobët. Nuk e di domethënë. O regjia e një, ma sill çik ata. Pritse. Okej. Po bëre. Unë do bëj tifo për Ergin. Këtë nuk e diskutoj unë që bën tifo për Ergin, po tani ideja është që do gjem një sfidë edhe për ty. Po do e veshësh dhe ti Juve so shok. Po bëjmë kështu, po humbi Ergin, do vesh unë atë. Del Piero. Nuk ka rëndësi, jo, do të sjellni timen Juve, nuk prish punë. Ergo kështu e lam. O Fation. Ha më shumë.
Po ti se po rri shumë me çfarë do të më gjeti sfidë dhe ky tha që po humbi. Fationi do na hapi drekën. Po. Nuk është sfidë publike kjo. Është sfidë kjo se kur si do ndajmë pastaj kush do humbi? Ti do mbash? Unë i thash po humbi Ergi. Do vesh bluzë Juves. Edhe ti? Po. Po mirë, mos më fus ti po çfarë. Ja. Po gati jam e bëj FIFA dhe matas. Jo, FIFA mundi. Lojum për FIFA. Lojum për Fationin, edhe unë do të nxjerrë foto, se unë do jem në episod. Unë do nxjerrë foto me bluzën e Ronaldo. Kollaj fare. Vjeti 5 minuta edhe ikën pastaj. Sa dalë se ka? Okej. Siguri ke tani pa 5 minuta. Kur dalim, vetëm do të datën. Kur do ta shohim një ditë. Mos të shohim një ditë që s'ka ndeshje. Jo që s'ka ndeshje, po mund të bëjmë një ditë që ose para ndeshjes kur jeni ndeshje shumë interesante. Po. Është interesante do jenë gjithë tash se marrë faza e grupeve. Po më tani nuk mund të krahasosh për shembull Kolumbi, Portugali, pa marrë kot me që luhet domethënë në thyr ditës nesërme me SBA Bosnia, me që përmendëm edhe më parë. Po. A kupton? Nuk është njësoj, sado. Po, kjo është e vërtetë. Nëse shohim. Po mirë fitove ti. Afrika e Jugut me Kanada, e kupton? Mirë fitove ti. Po, ja fitoi Eriki pastaj. Po, edhe kjo do të mendu. Sa i e vesh me Ronaldo është në rregull ai mjeshtri. Po. Në rregull the. Po super gol ky. Goli ka bëu ky Sučić. Bravo i qoftë. Mendoj se e kapi portierin pa përgatit aty. Po. Ishte gjujtje fortë. Ishte edhe hedhjen Kovones. Po. Ishte gjujtje fortë. Pra, po nuk e priti portieri që do godisin nga aty. Pavarësisht se kroatët godasin. Po, godasin. Edhe Baturina i bëri një super gol anglisht. Shiko, kam përshtypjen që edhe Perisic mund ta provoj. Nëse i vjen mundësia Perisic e provon, pa u mendu dy herë. Po, është lojtar që godet shumë mirë. Tani ti mos e devijon muhabetin, po të mendoj një herë se po ju mendoni. Me mua ke Bastin, kur dush si dush. Ja, po unë do zgjidha, pra po humbi Ergi. Sa të mbyllet ky episod do të caktojmë edhe datën. Do ju njoftojmë në Instagram. Edhe TikTok, edhe në Facebook. Po bëj me sa do dalim 5 lojsh. 3 lojsh bëhet ajo. 5 ra. Kush bëj pari 3? Po të lodhin 5 apo. Po ty dua, ti ka mund qëllim. Po mirë, po 5 lojsh, do të na shkoj 3 orë. Pa ndërprerje. 10 minuta është, jo, i loj. 15 shkoja, jo. Po. Jo, se 10. Sa të bësh formacionet. Formacionin e rishtar do t'japsh ti. Ti do herën e parë do bësh formacion. Se di, unë nuk e di se si është FIFA, jo. Njësa, jo bursi 5, si thjesht ka tjera si bojkoton. Nëse në FIFA mprifni ju. Po edhe domethënë ti nuk është se nga 0, ti 5 din. Po nuk është me këtë mentalitet nuk rrifni. Nuk më tërheq FIFA, nuk kam luajtur. Po për shembull, momentalisht 5 ti loz më mirë son. Po nuk them po loza më ty humb. Po ti e di shumë. Kush ka luajtur me mua 5 o shok? Edhe me Interin i kam rraf. Tani thot po. Nëse kur ishim 3 tash se. Po burra ka 30 vjeç me këtu. Mohabet për PlayStation. Hajde. Është e bukur. Futbolli, në fund ditës është futboll plak. Nëse do të thësh tullat se Demi gunga. Se kemi ca trauma nga fëmijëria. Apo thot Bationi që taksirat ka mund lozni ju edhe ta havu në fund. Po ajo është me të fut më plak, se ti gjaj jetu llatë. Më thash se kam shumë problem se ç'të bëjmë unë Ergi. Kur trajmoj prap. Pastaj ngelet me dalën e kapelit gjithkohës. Është edhe vapo vlla. Na pjek tullo. Jo, këtë ka avantazh se ti kapelin do marrësh për diellit fort. Kështu që s'do bie shumë sy. Nuk e di, jo. Ja më ja. Ja tullat. Nuk do të lëm ka shumë taksirat pa qenë pjesë e lojës. Tullat. Se më i lëm një bluzë të Barcelonës edhe drekën. Mirë kaq. Jo, më mirë ti Juves. Po ti Juves pra e kuptum që do e veshësh nëse humbergi. Nëse humbas unë do veshësh Barcelonës. Han, më ashtu po e lëm. Kë kam rënë nga 2 anë. Mo vetëm të futboll më po jo mos e ky u vetë skualifiku pra. Se nuk i tha kush mos u bë pjesë. Ti the e di që më rrit. Jo më shok. Po ja dolet një Brazil ju. Jo, se pesë pra tani. Jo, e bëjeni me 4. 2-2 dalim Brazil mos një nuk kom. Po ja dolën finale.
penalti. Ja doli me penalti. Nuk del dot barazim më shok. Or katë loj boni më shok. Po dakord, po prap. Po katë loj, dy loj. Do vat finale se nuk lihet dot barazim më shok. I bë kështu. Marrim. Ora, na kap copyright nga FIFA më. Na hapet sinjal regjia. Mirë, kërkoj edhe ne gjithsesi s'do të transmetojmë. Ne thjesht do e komentojmë nga këtu, Jo, po aty prash lezetit, ta shohin njerëzit. Po mos e po që se është shu karton, besoj se ka copyright nga FIFA. Se besoj. Se unë me qenë se ra fjala kur kërkoj në herë YouTube live stream kështu dhe dalin këto që janë të lut. PlayStation. Kështu që s'besoj të ja dhe Kanadaj që përgatitet për sfidën me Alfonso Davies. Me Afrikën e Jugut. Gjunaf se kishte lëtar shumë e mirë. Po këtë ndeshje si esha? Afrika e Jugut Kanada. 1-0. Për Kanada. Për Kanada. Po në fakt ishte fat për Afrikën e Jugut që kaloi. Po fat ajo bëri ndeshjen e parë, ndeshje të keqe për ballë. Has not played since May 6. Po. Gjunaf. 6 maj. Po ç'o ndodhi me këtë Davies? Ishte mirë se ishte te Bayern. Jo, te Bayern është akoma po dëmtu. Se kam pa mot luaj. Po pra ka qenë po thua se lën. Po. Se më këto të mopetet me thyrjet. Gjunaf është lojtar me kualitet shumë. Është shumë kualitativ. Është gjithsesi te pjesa e dëmtimeve vetëm një lojtar është shpërtar gjuna. Se ka shku karrierë. Jo më ç'a Neymar Pato. Alessandro Pato. Po edhe Neymar gjunaf. Po edhe Neymar e ka dhe që nga neglizhenca. Nuk e kishte goditjen si Pato. I shkatëroi karrierën. Se karrierën Pato si ka prish, Ronaldo fenomenin, patjetër. Gjithsesi fenomenin kishte tjetër mosh. Po mund të lunte akoma. Pato ishte sa Lulzoi sa nisi. Se lan po shpërthente. Nuk e di Ergo e mban mend. E mbaj me non. Për të e di. Negativ. Apo ishte depërtim fantastik aty. Mes për mes mbrojtjes, Valdes mes shalve dhe gol. E mbaj me non. Më mend edhe një gol të Interit të tillë. Ka qenë 7 sekonda sapo të fillon ndeshja ashtu. E kam si traumë. Nëse ju interistat jeni me trauma përgjithësi kështu pas herë, po. Po ja, s'kemi shumë thella, një herë me Parisin, një herë me Tottenhamin. Po leso bën shumë tash. Edhe herë me dash zoti bim prap me Interin Champions. Ka për të shkatruar Interi. Kemi për të shkatruar më saktë. Do shkoj të luaj unë valla. Po lutet ti po? Po ashtu si ka puna në Serie A. Po shkojnë detaj nga 40 vjeç o plak. Inshallah na bie me Inter. Se besoj. Inshallah jo. Tash ka koha, tash flasim atë që është futbolli italian po ngrihet. Gjunaf do ditë superfinale Barça Paris. Shiko, unë kam thonë edhe stërthon kur kam pa Interin se si ka luajtur kundër Barcelonës. Realisht kam menduar që ky Inter fiton Champions League. Po jo, është shok. Kur e kam pa Interin se si ka luajtur. Po ti ç'ke kur Sandrat pa lekë? Jo, e kam seriozisht kur kam pa Interin se si ka luajtur kundër Barcelonës. Tash se niveli i Interit me Barcelonën. Jo, më pëlqen që je vetëdijshëm për këtë çador. Tash un jam tifoz futbolli, po un flas atë që shoh. Nëse ke tifozë që fluturin me preshë. Po, tash interista. Ja më interesë të vesh Ana është se deri studion me konto. Suvia Sana shas më këta sa vjata sparë. Suvien hiç se i larg. Kam unë me ta unë çat bëj ty se të kam taksirat këtu. Po s'ke faj se jeni larg, se jeni ka vini 9, vini 10, s'ke faj. Ju artita dhe ju se 10 vite s'pa dritë me syrë Serie A. Do na vi dita edhe neve. 10 vite kampion dimri. Sa vite shkurti se që ndodhte pastaj në kampion. Po ju kemi marrë kampionat me Matri, me Vucinic, me Nese trajneri. Me Legrotalje, me Simone Padoin. Edhe që po thoja unë ty, Interi kur e pash ndeshjen që bëri me Barcelonën realisht e mendoja që mund të fitonte Champions League. Kisha shpresa, mos sa. Si çdo interist. Si do tifoz futbolli? Pa jo finali. Jo, po se po të kishte bërë lojë shumë tut kundër Barcelonës, edhe kishte fituar një rezultat 1-0. Barcelona luajti shumë për zonë. Po tash të flasim atë, luajtën dhe ishte edhe ca gabime taktike tan si Flikut që fitut. Po mund po si vetë diskutim tash me Parisin kishin kalu 40 minuta lojë, kishte shkuar akoma Interi herë në port më shok.
Tash sikur Interi ishte një skuadër e Doroscouter. Interi ishte me Conte trajner? Antonio Conte. Po. Është filozofia Contes. Po me Barcelonën ashtu loza jo vëlla. Çfarë mendimi keni për Hansi Flick? Si gjerman që është i mirë. Unë përgjithësi do thoya që trajner gjerman janë trajner produktiv. Që kanë dorë të hekurt, nuk e shoh aq shumë të hekurt te Barcelona. Janë strikt, le të themi. Po nuk e shikoj aq shumë te Barcelona Flick, po nëse fund ditës ka që t'japi rezultat. Po. Ka dhënë rezultat. Fund ditës ka dhënë. Pavarësisht se nuk ka dhënë rezultat pa merkat. Është edhe kohë e vështirë. Edhe në Europë dha, çovi Barcelona çerek finale. Jo, boni superlojë me Interin që mund shkojnë në finale. Kjo është ideja pra që tani Reali Barça të paktën vitet e fundit jemi mësuar që të shohim gjithë finalen në këtë sezon. Këtë sezon se majmë. Se kam dikë Champions League që tishën e fundit Interi se kam dikë më Champions League. Një skuadër kështu më na kualifikoi po. Kurse po çfarë do shohësh ti bodo Glimtin? Më mirë u bënë në unë si italian. Ma kujtoni pak po kush na kualifikoi. Po vjen mend tani o bursa një regeti. Ja ta kërkojmë i fije. Më duket që këtë pjesë dytë Tuchel ka kthy Harry Kane-in me të njëjtin modul loje që përdori kundër Kroacisë, pra që të rriqej si në repart të mesfushës dhe jo vetëm si pyk në sulm. Edhe zëvendësohet me vendin e tij Jude Bellingham. Paktën me 2 aksione që bëri Anglia deri tani. Ama. Ja se po kërkoj. 10 vjet më vonë. Nuk ka asnjë ndryshim nga asnjë ekip, ha? Këtë pjesë dytë? Jo. Janë po me formacionet e parë, jo. Ka Nelson nga ana e Panamas dhe ka dalë Rodriguez. Ja se po shoh ndeshjet. Dëmtim Bellingham? Jo. Inshallah jo se gjunaf. Do ishte humbje e madhe për Anglinë. Ja, më çdo dëmtim. Nuk duket në dëmtim i rënd. Ka dashur me marrë të fallo aty. Nga pas ka në gjendje të lirë faktikisht aty. Nuk i diet. Ndërsa në sfidën tjetër të Kroacisë është Gana me 2 zëvendësime. Po shumë ndeshje të vakta, të dyja. Ama zë ta them unë tani. Një Atletico Madrid. Oh. Po se i rafi 4-0. Po. Dhe pastaj 3-0. Po se janë për në Copa del Rey. Po, kur e pash. Jo. Po me sa duket Kroacia po kryeson grupin. Po deri tani po. Dha, këtë keni me gola si nesër, ta shifni. Po presim më burr. Okej. Një përjetësi më vonë. Pa u lodhët? Jo. Si mu lodhë, mëre. Me përzollim lodhë kjo neshje. Pra ne po them pra të 2 sfida shumë të vakta. Sa mërziti, më, po domethënë shumë se e thamë edhe herë në fund, një sfidë që s'ka gola, nuk të tërhesh. Jo, shiko. There is time, e ke përsëritur atë shprehjen there is no time to blink? Jo, dakord. Now is time to sleep. Jam shumë dakord me ty, po ka edhe sfida që dalin 0-0, 1-1 ose 1-0. Ka aksione, ka grind. Është sfidë dinamike, kurse në këtë rast gola jo. Hajde goditje i çik në pjesë parë, po prap dha ato 2-3 fragmente ishin. Kush u dëm tutesh, lojtari i Panamas? I Panamas, po, numër 2. A bezdisën. Pas ka goditje në kokë, më duket. Po shikon dhëmbët. Një lojë shumë e vakët. E nxorra nga fusha. Ergo. Oreli? Po Oreli mendoj se është goditje e duhur e Tuchel me grumbullimin e tij. Po. Kombëtare, mendoj se ka gjetë një lojtar shumë statik. Më mirë se sa Spence bën. Po, bën goxha më mirë. Dhe mendoj se më mirë edhe se Luke Shaw.
Gjithsesi, nuk është se e kemi parë shumë sfida, po të paktën Luke Shaw në këto dy sfida. Nuk ka motion tani. Dakor. Ka motion, po prapë shikoj më lojtar të kthjell se për të qenë Luke Shaw luan më zgjuar. Hajde Rashford. Se dribloj dot o burr. Lojtari i Barcelonës çfarë pret. Ergo, do ta ngasmojmë çike të regjin. Tani. O më fal. Jemi live, o? Po e di që jemi live, po të ka live. Këto zgjidhje ndërmjet Xhavit dhe Iniestës. Ti i ke parë? Pa lidhje, kishte pyetje pa pikë lidhje. Unë që s'kam. Po pritë se do i them të lojtar të tjerë, po çka ke? Ata thanë përgjigjen pa vazhdu ergu. Ti mos e pyes edhe ty për Tinderit, pastaj ç'ke. Hajde herë ta shohim ku i mamen lojtar. Po Xhavi Iniesta. Jo, zgjidh herë këto se pastaj them tjerë. Si ka zgjidhje. Po kjo shok tash. Iniesta, po të them. Iniesta. Po. Okej, Iniesta apo Busquets? Iniesta. Iniesta apo David Villa? Iniesta. Iniesta apo Puyol? Puyol. Puyol apo Ter Stegen? Puyol. Puyol apo Cancelo? Puyol. Okej. Puyol apo Pedri? Pedri. Pedri apo De Jong? Pedri. Pedri apo Lewandowski? Pedri. Pedri apo Ferranin ko ta them, Yamal? Yamal e mos ja bëj pyetjen. Po koto për formalitet se di kë zgjedh. Yamal besoj prapë. Shiko, po të bëhet sa pyetje të tjera që të më bëje një zgjidhje mes disa lojtarëve, jo të Barçës, sepse Jo, ti bëra vetë Barçës nga që tifoz i Barçës. Jo, më bëj një, nëse do, më bëj një pyetësor duke i përfshi lojtarët top dhe të bëj një zgjidhje, se këtu s'ta bëj të zgjidhjen, se për shembull Pedri më pëlqen shumë. Për pozicionin që bën. Për pak bëre autogol o shok. Është lojtar shumë i mirë, është lojtar për mua është. Okej, e bëjmë kështu? Me reparte? Po. Që të bësh herë pyetje ti herë unë? Ta nis me portierun? Po. Okej. Bëj vetëm për portierën. Po pra vetëm për portier, për mbrojtës pyet Fationi e me radhë atëherë. Shikoj pak sa rrezikoj këtu për autogol. Domethënë në moment fundit tentoj ta largonte. Edhe ishte me fat. Jo, nuk jepet. Quhet ishte ngjit. Po. Edhe ishte tentativë largimi. Jo, për pavedije ngriti krahun, ngriti supin. Ishte tentativë largimi dhe distancë e shkurtër shumë. Po. Atëherë. Casillas apo Courtois? Courtois apo Julio Cesar? Së di e mban mend? E mbaj mend i Chelsea. Jo, i Interit. Po. Braziliani. Courtois. Se njoh. Okej. Courtois apo Petr Çeme që ma kujtove? Ka qenë ai që losë me kasë. E di me kështu në kokë. Po them Courtois se realisht e ke ndjek më shumë. Okej. Courtois apo Alisson? Po s'po du ta zgjedh prapë Courtois, po Courtois është. Po tani këto portier janë burr. Ka qenë edhe De Gea. Courtois apo Buffon? Buffon apo Neuer? Buffon s'pëlqej hiç. Dhe sa i prishë mohabet. Arri me Neuerin aty. Po si më thosh o burr. Krahasohet portier me Buffonin në shok. Me mbyll aq. E mbyll. Vazhdo. Le ta prish atë rrezimin. Atëherë, unë do vazhdoj direkt. Puyol apo Sergio Ramos? Puyol pa diskutuar. Tani e lam jo lojtar të Barçës, pra unë. Jo, folë me Barçën, po çfarë them Viktor Valdes? Po pëlqen. S'është fajo, që s'ka për të Barcelona, që s'ka pas. Jo, se Ter Stegen këtë është atë. Pavarësisht se ka qenë një në Neuer apo Ter Stegen. Me pa dritë Neuer kam thënë edhe Sterthem në botrorin e kaluar duhet ishte Ter Stegen në formacion ose edhe në European. E vërtet. Dakord. Jo. Formacion ka qenë, po s'ka qenë titullar. Titullar, kur themi formacion në startuese. Derisa të los futboll Neueri. Pra do zgjidhja Neueri te Gjermania. Puyol apo Varane? Puyol. Puyol apo Mascherano?
Janë të dy shumë të mirë, po unë po të them Puyol se është shpirt lider i tjerë. Puyol apo Dani Alves? Po të them Dani Alveshin që të dalë pak nga... Të ndryshosh i çik. Po edhe Dani Alveshi është llogaritë edhe kur erdhi në 2023-shin që u rikthy, po. Që u rikthy te Barcelona me 0 kost. I dha dorë Barcelonës, vëlla, i dha gole, i dha fuqi, i dha që mosh të madhe, pastaj Hamburg për dhunim me tjerë. Mohabet e veta. Mohabet e... Ba, është na braziliash. Dani Alves apo Marcelo? Marcelo. Se, është diçka që se eviton do të është. Marcelo apo Kukureja? Po pse o fundon Marcelo? Marcelo. Po janë të dy me kaçurrela për ne. Po. Mes mbrojtës tjetër që tjetë pak me... Folet tani futbollin tani shumë se. Po ku ka mbrojtës sa tani më parë zote. Ke. Po ku ka mbrojtës Van Dijk, Saliba, Marquinhos. Ja, Marquinhos nuk pëlqen. Kellini. Po, Kellini nuk e marr me këto Juventinët. S'ka faj, se Italina ati se kush e mbajti... Jo, s'është e ime Italia. Fjala që vija, do më thënë. Ai vendi që nuk përshoj. Ç'e gjujti? Me qenë se më kujtove një referencë filmash, Italia është e imja, është e jotja, është të gjithëve ne. Jo, as e imja jo. E mbyllim me kaq? Po, mbyllim me kaq, se s'po të bëj pyetje më për mbrojtësa të tjerë se... Okej, kalojmë te mes fusha. Toni Kroos apo Xavi Alonso? Toni Kroos. Okej. Toni Kroos apo Andrea Pirlo? Pirlo. Ha shok, çaj ke? Porto. Pirlo apo Gattuso? Pirlo. Pirlo apo Cambiaso? Esteban Cambiaso. Se njoh. Okej, ka qenë Inter. Okej, apo De Paul, po them thjesht që ati së vën Argentinas për Argentinas. Atë. Pirlo apo Lampard? Nuk pëlqen Lampard. Okej. Pirlo apo Gerrard? Gerrard apo Beckham? Beckham s'pëlqen fare, 0. Beckham apo çaprit. Gordons. Jo, po Gordons është winger. S'u duk si Gordons. Jo, ishte Harry Kane ai. Po Harry Kane. E lam tek Gerrard. Çfarë stopimi o shoku. Duket lojtar i madh, duket. Ka ndru modul pra vendosjes Harry Kane-it. Gerrard apo Bellingham? Bellingham. Po thuaj dha, po thuaj. Po e gjova. Zidane. E mbyllim me Zidanin atëherë. Fillojmë me sulmuesin. Po ke lënë shumë me sfushorë të mirë pa thonë. Po e kisha mendjen te Anglia po. Shoqëri që po godet në poshtë. Çfarë gjuhet ti? Çfarë gjuhet varlesh? Falë, gjyte ishte e mirë. Çfarë e mirë për qendrore. Se gjyte për Kane, shumë. Ishte vendos portieri aty. Ai deshte poshtë ka djath. Vazhdo me sulmuesit. A plak nuk është në FIFA. Mirë, s'ka lidhje, bursa ai tani ai është lojtar kalibri, vëlla, është striker, është normal mirë. Ndodhin ata në raste. Haaland apo Mbappé? Haaland. Ma mos ma thuaj Mbappé, mos do të them për të kundërtin. Haaland apo Lewandowski? Lewandowski. Në prime flas gjithmonë. Po, flasim në prime. Lewandowski apo Suarez? Suarez apo Aguero? Suarez apo Ronaldo? Ronaldo Cristiano, domethënë. Po, kuptova qartë. Suarez apo Benzema? A mos është tifoz i Messit? Ja, po. Si? Suarez apo Benzema? Në prime tani von, jo herë. Po. Benzema apo Griezmann? Si Benzema e Ronaldo. Benzema apo Griezmann? Pas Griezmann, Benzema. Për Messin s'do të pyes. Mos e thuaj fare se kot. Se atë e dim përgjigjen. Benzema apo Lautaro Martinez? Lautaro Martinez. Se të ndrojmë çikse. Po. Araj po pret ti thuash Gordonin ti. Lautaro Martinez apo Julian Alvarez? Julian Alvarez, pa diskutueshëm. Jo se është ataç të Barcelona, po më pëlqen si lojtar edhe kur ka qenë te ajo. Julian Alvarez apo Osimhen?
Julian Alvarez. Të shiko kemi sulmues tjetër që t'ja bëjmë çik më të vështirë se fenomeni o shok. Fenomena jo. Julian Alvarez apo Maradona? Julian Alvarez. Se e parë sa për ta thënë çik se dhe më çesëm kujtë fenomenin. Më qenë se era muhabetit e fenomeni. Nëse do zgjidhje, nëse do kishe mundësi për të zgjedh mes fenomenit, Maradonës, Messi, Pelé, prit ta mbaroj. Edhe Ronaldinhos. Po unë diku se ku kanë luajtur. Po s'ndikosh dot. Ko do zgjidhje mes tyre të katër? Një? Po. Është e vështirë. Valla, di pse është e vështirë se po flet me epoka. Po flasim primin e vet. Po pra, pramin po flet me epoka. Maradona, se kur ka luajtur Maradona me Pelen. Po pra janë tjetër. Po më po. Ato janë ikonat. E di mund të krahasosh për shembull vesh Ronaldinhon te koha e Milanit, kur ka qenë te Milani ose te Barcelona dhe Barcelona ka qenë më on top. Të bëj një pyetje tjetër. Tani Ronaldinho në prime me Ricardo Kaká në prime. Ronaldinho. S'do shumë mend. Po, dakor. Se dhe Kaká atë Milani. Ronaldinho. Po ti i përmend gjithë mbrojtësat e tjerë dhe si interisti devotshëm nuk i the Zanetin. Pas të vjen. Po se thot ai se njeh Zanetin ai. Ai njeh ose se njeh Zanetin mos e. Njeh si emër si lojtar. Po se njeh se ka patur luajtë Zanetin. Po mirë, sa do se ka patur luajtë. Tani Zaneti o shok kur kalos Beckham në njëjtën kohë. Po, Zaneti është shpirti i Interit. Në atë kohë pak mbrojtësa kanë qenë që njiheshin. Se pra të punë ke edhe Maicon krah tjetër ti. Po, edhe Maicon. Maicon kalos deri vonë madje. Po, nuk e mbaj. A do ma bëni të lutem informacionin më të mirë, fillon me ty Gero. Gol. Bravo. Më në fund. Bravo Bellingham, bravo. Shqyrë më në fund. Po, më në fund. Duket se Anglia kryeson grupin. Tani po. Momentalisht ndryshon pllaka tani. Tani fillojnë golet dhe do dali 14-0. A që thash edhe unë fillim, po presim, vazhdojmë presim. Se besoj se dela 3-0. 2. E cila ishte pyetja jote Ergo se tani në fillojmë me ty Gera. Tani unë du formacionin ndër vite më të mirë të vitit 2008-2015. 2008-2015. Shiko tash se edhe mund ka bëjmë me një lojtar që ka qenë në atë kohë. Fillo portier. Te 11 lojtarët, 2 unë i kam pa negociuar, mbini s'bini dakord ju është tjetër muhabet. Po më vetëm ju pyeta ty asfalton. Unë më vërtet jam diktator, po se më shumë. Shumë gol bukur ka po. E ka zgjat komën aty ku nuk e priste as mbrojtësi, po ta vash është në kohë më të shpejtë. Po, kjo për një Jude Bellingham. Po. Jude. Në port Buffon, i pa diskutueshëm. Se ka qenë edhe koha që Juventus dolin finale. Iku. Shkoj si shkoj. Në krah të djathtë do vendosja Dani Alves. Po. Në krah të majt pa diskutim që Marcelo. Në qendër mbrojtjes Barzali Bonucci. M'fal, Bonucci Chiellini. Se jam mësuar Juve në atë kohë që loste 3-5-2 dhe s'ka rëndësi e bë. Është Boves tani ajo skema e famshme. Conte. Po, në mesfush do vendosja Iniesta, Xavi. Jo, nuk do vendosja Xhavin, jo. Do vendosja Iniesta, Xavi Alonso. Se në atë kohë, domethënë Gerrard Lampard kanë qenë thujse mbylljet e epokës dhe Pogba. Po. Te Juve ka qenë lart. Ju ka qenë sa Polinte atëherë si Po. Në sulm pastaj pa diskutim do vendosja në krah të djathtë Leo Messin me zëvendësim pjesë 2 minutë 70 me Robben. Në krah të majt Ronaldon, Cristiano. Ja, Anglia më duket. Jo, shqyrësisht, por se për Pickfordin edhe në qendër sulmit Fernando Torres. Krah të majt ka vure? Ronaldon. Cërë Po mirë, si leja Ronaldinho. Okej, më fal, vazhdo. E lash se ka qenë perëndim pra, e futa me grupin e Lampard Gerrard. Se Lampard Gerrard Beckham ka qenë me sfushë që mund ka bë tifoz me Anglinë. Okej. Edhe tek lash ata shive Dora aty. Edhe në atë kohë Dora është. Penalti?
Shohim. Jo, s'po varet. Dhe në atë kohë, më fal, nëse s'gaboj ka qenë edhe viti I fundit I Del Pieros që prapë lash jashtë. Se po e marrim për atë periudhë kohë. Po, I zotnis, dalë madnis. O, doli jashtë Saka. Ma duhet ke Spence. Po pse Spence o burr prapë se na s'pa futat Gordon. Na shpifje më o burr me këtë Spence. Që po thonë ne. Çiveria ku ke David Beckham, përshëndetje David. Në port Casillas. Po sa se gjithë e dim. Po. Kratë djathtë. Marcelo. Marcelo. Po. Po, Daniel Alves. Po ndërpres I diçka që Tuchel në këtë pjesë dytë ka ndryshuar vendos informacion. Pra ka kalu 4-1, 4-1. Dhe ka lënë të vetëm Anderson përpara mbrojtjes edhe të vetëm përpara në sulm Harry Kane. Prandaj ka ndryshuar dhe moduli I lojës. E frikshme. Kratë djathtë Daniel Alves. Po. Ose jo. Do kisha vu Zanetin. Dhe Zaneti ishte në 2008 ka qenë mirë. Okej. Te krau tjetër Marcelo. Në qendër të mbrojtjes Sergio Ramos dhe Puyol, që janë pa diskutuar shumë. Në mesfush para mbrojtjes Cambiaso. Esteban Cambiaso. Okej. Do kisha fut Kakan. Ndoshta edhe Ronaldinho, po jam në mëdyrshi për Ronaldinho. Shiko, Ronaldinho mund ta vendosësh dhe si winger të majt. Do kisha vendos Pirlon para Ronaldinhos. Okej. Se ka luajtur deri vonë Pirlo. Para këbure? Ka luajtur, po pra, këtë po them se ka vendos të tre defensiv. Jo, Cambiaso mrapa, Kakan edhe Pirlo do t'i lej para. Në sulm. Mbrojt me sfush, janë në sulmin po them. Në sulmin, pastaj sulmin. Kam shumë vështirë sulmin. Gol. Kane. Bravo Harry Kane. Ajde, Harry Kane për top scorer botrori. Era 4+. O zot, e frikshme ishte kjo. Mirë shqyr që bëri gol që të mendohem. Tashun sa të zhbllokohet rezultati. Spence duke fitu. Shqyr të përfitu. Edhe të sulmi. Messi nuk e letë të jashtë. Do mend që mund të flasë pa tifozlik. Po. Messi se do të ishte për tifozlik, do e bënim gjithë formacionin me ekipet që jemi. Messi ka të jaftë. Ose jo, do luajmë 2 sulmos. Messi do kishte lënë SS para. 10 para. Okej. Shive qa vertikalizimi I offside nduket. Jo, ishte në kohë. Rashfordi cross. Mrekulli me Rashfordin. Rashford apo Bellingham? Rashfordi. Është Bellingham. Bellingham është. Jude Bellingham, gol, assist, man of the match. Goli ishte më I bukur. Wow. Dhe asisti. Në vlla shive golin në vlla. Shive portierin. Dakor. Komplet kundra ko. I ka dalë nga markimi mbrojtës të vlla, s'është gjë e vogël. Dakor, po është aftësia sulmuesit pra. Po, edhe Kuele? Edhe Ronaldo Messi sipër. Jo, Messi 10. Po, Ronaldo dhe edhe do kisha full dhe Suarez. Suarez. Po. Okej. Do kisha full dhe Suarez. Po fenomenin. Fenomeni. Po 2006 e laj. E la 2006 se jo, më ka los edhe më vonë me Milanin deri në 2009 nëse s'kaboj, po mas ishte periudhën e dëmtimeve. Po. Si ishte mo? Tani kam unë radhën. Po. Në port. Bam. Neuer. Ter Stegen. Ter Stegen është I vonë, Ter Stegen. 5 metra. Sa ka pas dalë Ter Stegen atë kohë që të lulëzonte burr. I thon para 11 vitesh. Ka qenë tek Gladbachu akoma. Mbaron. Po. Po më së 2015 ka fituar Champions League me Barcelonën në Abite. Ter Stegen ka qenë port në atë kohë? Po, valla ka fituar Champions League. Mos ka qenë Victor Valdez më re? Jo, Valdez s'ka qenë. Okej. Ose Pinto, nëse vazhdo. Jo, mos ka qenë bravo. Jam I sigurt. Se më mend, po nëse, s'ka gjë. Jo, janë rregull. Në 2000 po pra unë di që fund 2014 s'ka ardhur. Okej. Në rregull. Ter Stegen. Ka djath do vendos Dani Alves. I vetëm lojtar që kemi ra dakord të tre. Po. Do vendos Dani Alves. Në periudhë
Pujol. Po ndërpres si Kerkin në atë periudhë, bëri Ronaldo për të vuar të Fostanin për shkombe. Unë jam tifoz i Ronaldos. Edhe po e thot një tifoz i Ronaldos. Unë jam tifoz i Ronaldos, po flasim atë që është. Ronaldo braziliani mbrojtësi. Si e ka më ime, po. Ronaldo braziliani. Ke Thiago Silva, ke Që kratë majtë poshtë Qeros. Roberto Carlos. Roberto Carlos atë e kalon herë dhe me Raul 2007-2006. Okej, iku kjo si opsion. Okej, po vendosim Marcelon. Po. Kratë majtë, në qendër vura Carlos Pujolin. Ç'o vendose Jordi Alba në kratë majtë? S'është një lloj, nuk është një nivel është. Tash po flasim pa ti. Jordi Alba është bë më mirë pak më vonë. Po s'mund flasim. Marcelo ka qenë atëherë ka pas prime, atë Jordi Alba 2015 ka. Jo, më vonë, valla. 2017-18. Mendoj. 3 vite ka pas aq. Nëse. Okej. Në qendër vura Pujolin do vej dhe Pepen. Po. Se me Pujolin kapiten i jep tjetër grind lojës. Një plus grindës ka nevojë Pepe ka vet. Do vendos shkatrus Xavi Iniesta e kuptuam këtë. Jo. Po du ta nxjerr nga Barça, përse sa herë mendojmë çote Barça, po du të dal nga Barça. Po, prandaj. Po ke Xabi Alonso. Në gjithsesi unë për shembull në formacionin im 4 lojtarë vendosat Juventusit. Po, se don s'do. Jo, i vendosë se ashtu. Sheftar shtyshme vetëm s'ka lidhje e pjesë. Do vendos Mascherano. Mascherano. Po. Do vendos Mascherano, Iniesta në kratë majtë. Jo, më fal, jo, prit që të ndryshim informacionin. Do vendos Iniesta Xavi, para Ronaldinho. 2 zëvendësime Panamaja. Më thënë, to të dy mrapa, po i avancuar. Po, e kuptoj. Do vendos Messin kratë djath. Ribery kratë tjetër. Këtë vendos mim në emër, Qendër. Benzema ke pas. S'ka qenë Benzema në prime atëherë. S'ka qenë Benzema, ka qenë Higuain. Po pikërisht Higuaini ja zuri vendin. Po. Van që kishin Jazuni se mori punë valla, s'është se Jazuni se më erdhi për më mirë. Valla, dikur ka pas prime Benzemaja, për mendimin tim. Ronaldo. Kur iku Ronaldo. Që mbajti Realin, që u bë dhe lider. Po. Shpinë se madh s'ka kualitet Benzema me Realin shpinë. Shiko se i dha goxha shtys. Që ishte shtys për ekipin ishte Benzema. Ishte shtys. Prime Benzema ka qenë kur fitoi 2 Champions League rresht tani afër. Po. Para se dikte. As merret as më vonë. Po, më për 33 vjeç prime. Po, dakord, po atëherë i dha, ka pas Disha po vendos Lewandowski. Ke pas Ronaldon në prime-in e vet dhe sfidonte, domethënë shënonte thuajse sa Ronaldo në sezon. Ke pas Higuain që ka qenë top, edhe prap luftonte për titullar. Ka qenë një dakord, po prap se atëherë ka pas prime-in ai. BBC jam dakord me ty. Pa ta bëjmë kështu më për tani 5 vitet e fundit. Jo, unë dal jashtë lojë këtu. Kemi qenë do për të punë. Ta bëjmë për 5 vitet e fundit, dale. Se kam bën pak kështu se unë jam pak më i ri edhe nuk i maj mend, jo se po ti futem ti realizoj. Po si ma mend se tash. Se kam ndjek dhe futbollin siç e ndjek tani, që ndjek rregullisht. Po se kishin edhe më i vogël do s'do. Kam pa neçë qefi. Po për shembull para se po të hym më herët, para të shtekin klasën realitetin tani. Ka qenë Toldo ka qenë super portier, pavarësisht se Interit. Nelson Dita ka qenë super portier. Iker Casillas ka qenë super portier. Petr Çe ka qenë super portier. Kupto keni më jep pak informacionin 5 vitet e fundit. 5 vitet e fundit tani. Në Port Noirin. Pavarësisht se ka Loza dhe Buffon para 5 vitesh, po ç'a Buffoni para. Po, s'është një lloj si Buffon para 5 vitesh, si Buffon para 10 tash. Buffoni para 5 vitesh, 90% portierëve që janë sot i hidhte Tuç Buffoni, po se cilësia është aty. Po them, po thjesht mosha në thuajse në fund karrierës se mori portier të parë Parisi, e kupton? Po, nuk po them jo. Gjithsesi po Manuel Neuerin portier.
Në krah të djathtë do lë Joao Cancelon. Dakor, jam me ty. Në qendër të mbrojtjes, tani këtu është pak problem në qendra mbrojtjes, po do leja Bremer të Juves me Saliba të Arsenalit. Pretendon për penalti këta, Dhe në krah të majtë 1-1 Ghana. Barazon Ghana dhe merr vendin e dytë. Interesante shumë. Lukasen, prit se po e shikojmë në VAR, se mund të ketë një offside për golin e Ghanës. Inshallah se ai heqin. Inshallah heqin se është mirë gjuna për Kroacin. Kroacia ta mbështet si Ballkana së bashku. Fare s'më gjuna. Më vjen gjuna se edhe Niko kishte po bluzën e Pajazitit që me Dinamo Zagreb. Po. Nuno Mendes do vendosë janë krah të majt. Para mbrojtjes. Tani se duhet të vinë edhe çik në mend se mund të harrojnë shumë lojtarë, kupto? Po në një që bën sens. Po në mes fushirë nuk mund të lë pa vendos Kevin De Bruyne. Pavarësisht se jo mos shif tani vendos përpara. Po para 5 vitesh De Bruyne ishte në top. Po. Ti edhe Rodrin defensiv. Sa do thoja, edhe Rodrin po ashtu, edhe jam me dy mendje mes Bernardo Silvës edhe Vitinhas. Po që do zgjidhja Bernardo Silva. Shmë sulmues Bernardo Silva. Po Rodri është shumë... Me që sëra fjallat e Bernardo Silva më duket se po ikte të Reali. Po kështu thuhet, akoma s'ka zyrtarisim. E ka marrë, ishte lançu 90% ishte për çu te Barcelona. E mori Mourinho në telefon duket se shënoi diçka. E pra, edhe janë akoma... Është edhe ndikimi i Mourinhos, goxha i madh. Po Mourinho portugez i njëjti menaxher. Po, mbaroj. Role janë ato. Ndërsa për në sulm përpara tani me lojtarë që janë sot, Mbappé nuk e lë jashtë dot. Po. Ose jo mos është. Unë jashtë ta me lojtarë që janë sot në krye të sulmit Erling Haaland. Po. Qendër. Po, në krah të djathtë Michael Olise. Dhe në krah të majt tani këtu do lozi çik me Tivozlik. Kenan Yildiz me zëvendësim me Kvaratskhelia. 70 minuta, Yildiz është. Kero, kështu Fadion? Fal. Në port Alisonin. Okej. Për këto 5 vite të fonit në krahun e majt Nuno Mendes. Shikoni po bëjmë diçka shumë të vështirë, se është diçka që do ta mirë mendosh. Po se nuk të vinë gjithë lojtarët. Po vinë gjithë lojtarët, ne do të bëjmë diçka tjetër se e bëm për tret. Po. Këtij viti. Të këtij viti. Po jo, por s'është mbyll akoma ky sezon se shikën edhe paraqitjet që janë këtu, e kupton? Nëse deri këtu. Nëse Nuno Mendes në krah të majt, Van Dijk në qendër. Okej. Saliba me Van Dijk dhe Dumfries në krah të djathtë. Okej. Defensiv nuk e di. Më duket se Tuchel po kërkon që të vendosë Oli Watkins në fushën e lojës. Ndoshta Declan Rice. Defensiv. Shikoja e harrova Declan Rice. Mbase më bëj. Pastaj do luajë çik me Tifozlik se. Toni Kroos. Okej. Për pak mendova se do thojë ndonjë Çalhanoğlu. Po tash. Ato të mirë Tifozlik po tani. Ato të mirë janë po. Edhe tjetër mund të kisha vu Vitinhën. Edhe herë kë vendosim në fush? Declan Rice, po, Toni Kroos, dhe Vitinhën. Vitinhën shtyr përpara. Po. Okej. Në sulm. Haaland. Olisen se le. Jo. Do bëjmë kështu. Me dy shtë i ndorë. Me 2 sulmues pyk. Haaland, Harry Kane. Okej. Dhe Olisen mes. Okej. Ndryshe
s'mund ta lej Harry Kane jashtë plak. Ka bërë një super sezon. Absolutisht. Po ishin 5 vjet, mos harro. Po Harry Kane edhe Tottenhami ka shënuar. Thjesht nuk fitoi dot gjë se Tottenhami tash mos e shif Harry Kane te Bayern, se tash Bayern është super ekip. Te Bayern bën gol edhe Jackson, no shok. Te Bayern më shku dhe unë edhe ti bën gola. Po. Ta servir Olise aty në pjat. Ta jep me për të poshtë plak tash ti, nuk ke sa kat mos më shtu në port. E kam unë radhën tani. Po. Ter Stegen port. Ja, dorë fjalë pak më të moderuar. Ja, do ta filloj me Thibaut Courtois. Okej. Duke marrë parasysh Championship që ka fituar 2 rresht, që ka bë pritje, super pritje etj. Okej, konfirmua goli i Ganës. Sa i ka zgjatë që ta konfirmoj apo? Kush do të di sa shtesa do japi. Nëse kthehemi te Ergi. Jemi Hakimi në krah djath. Po, e shef e kisha harruar Hakimin. Po, çfarë stopimi ka bërë? Jemi Nuno Mendes Katmajt. Jemi në qendër Araujo. Araujo në prime. Po. Ka pas prime Araujo? Po, e di unë që ka pas prime Araujo. Si tifoz. Valla, nuk ishte e fuste Viniciusin në xhep valla. Po se ka pas janë 2 ndeshje të mira. Po lepët e se di unë. Ka pas 2 ndeshje të mira. Bro, më them prime tani. Po. Se tash Mas shif 2 vitet e fundit që ka. Është mendimi jot. Do dalim te Mes fusha. Jo, se kam harruar mbrojtës. Okej, mund të i thëdë. Brahim Diaz. Jo, Ruben Diaz si portugalis. Po, është i mirë, është goxha e mirë edhe. Dalim para. Jemi sa mbajti dot jo, ma duajke. Rodri. Pedri, De Bruyne. Okej. Rodri shkatrus. Pedri dhe De Bruyne. Interesant është. Para jemi te Lamine Yamal. Se diskutoja që do e thonë. E kisha harru fare që ekziston të si lojtar. Sulmus jemi Haaland. Po. Dhe i krau tjetër? Mund thoja Ec. Haaland dori. Jam midis Haaland dhe Harry Kane-it. Jo, valla, pritje Lewandowski shoh. Pritje valla, sa rroga. Lewandowski. Bëj cancel. Bëj llogarin me Lewandowski tani, po Lewandowski në 2020 ka qenë kafsh. Po. Kafsh. Ja Oli Watkins që i dha udhëzimet pak më herët Tuchel. Po, bashkë me Jordan Henderson. Edhe Gordon së ta fusin fund, që të pëtësoj dhe 2 golshin që ka ngell. Tani, kratë majtë, jam... Këtë vejnë kratë majtë. Okej, Kvaratskhelia, ke Ildisin, ke Ildiz, Vinicius nuk e vjen. Ke Leaon. Po, jo më këto lojtarë që janë tani. Vinicius nuk e vjen ai. Po, tani ai është, se vendosësh tjetër muhabet. Mund ta fillova me Courtois në dha. Unë s'po bëj barazi skuadrash. Po. Që të kuptoni, ishte po, për karton kjo. Jam midis Rafinhas. Mendoni Verdh apo i Kuç? I Kuç është ai. Ishte lojtari i fundit, po ta shohim edhe një herë se ndoshta. Shiko, dilte ballë për ballë me portierin. Shikoj edhe një herë. Gjysa e fushës ishte kalu. Çuhet lojtari i fundit ai. Është mbrojtësi tjetër para. Mbrojtësi tjetër lart. Është mbrojtësi tjetër lart, po prapë se prapë ishte një moment. Varet nga interpretimi, se është si ai i që ka Kelini, që kapën Angli. Saka. Po, Kelini Saka. Që ndroçi për bluzë, patjetër. Është një identik ishte. Po, ishte absolutisht kartoni Kuçi. Ishte identik gjë, e njëjta situatë ishte. Po që mbas të rregullave nuk është lojtar i fundit, kështu që është zgjuarësia e mbrojtësit. Varet konotacioni që i jep gjyqtari. Po, varet edhe momenti. Siç e nisëm dhe Anderson në vend të Harry Kane. Valla, siç e nisëm dhe Jo Anderson, është Watkins në vend të Okej, po. Lapsusi imi. Me qënë se theti ku është Watkins. Kroacia shënon të dytin. Kroacia kalon vendin e dytë me këtë rast,
Po qëndroi kështu rezultati, godas në shenjë për Kroacinë. Që 2-1? 2-1. Shohim deri në fund ndeshjes. Ka akoma edhe 7 minuta për të përfunduar. Kjo ndeshje e Kroacisë ka filluar qysh dje. Nikola Vlašić, ai që dha shenjën e parë të Kroacisë sulmuese. Goditjen e parë. Po. Që goditi shtyllën pjesë parë. Edhe asist nga Modrić. Luka Modrić patjetër. Ai është i vjetër, po s'ka kush të dhuntsoj mode te Kroacia. Ska Modrić është i vjetër për vete. Është i vjetër. Prap, shiko, Modrić ka tjetër zgjuarësi. Se rolin e tij tek Como për shembull këtë sezon, pavarësisht se ai luan edhe pak më shumë i avancuar, e ka bërë shumë mirë Baturina. Po. Që sot e pam që ishte i vendosur në krah të majt. Po prapë është edhe eksperjenca që ndihmon shumë. Domethënë ato fragmente loje që mund të nxjerr një top nga hiçi përpara për sulmuesit. A dhe Panamaja? Urzuaj. Që po fole i buni? Po jo, më burr. Ai thjesht po tentonte triplonte, po triplonte veten më shumë sa po tentonte triplonte lojtarin e Anglisë Mark Gay. Nuk e di, kam përshtypjen që Kroacia fitoi. Kroacia fitoi dhe kualifikohet kështu si vend i dytë, po. Si e dyta e grupit. Shpresojmë, si Ballkanat që jemi, shpresojmë Kroacinë. Po, edhe Ghana edhe pse humbet me këtë humbje, kualifikohet ka 4 pikë si treta më e mirë. Më e mirë, po. Nuk e di ma do humbi, domethënë se si dihet. Gjithsesi këto ndeshën pjesë dytë kishin tjetër ritëm, ishin më të ndezura, në pjesë parë shumë të vakta. Ishte, nuk e di. Përveç golit Kroacisë. Po Spence. Unë nuk e di këto lojtarët e Anglisë duket fillon të gatruar. Rashfordi çfarë gjute të bëjë nëse i. Jo, do pasoj. Ne kthem brava te Henderson. Ja. Do të ishte një aksion shumë sulmues. Ka shumë u ke loja. 2-0. 4 minuta nga fundi. Shka. 4 minuta po, besoj edhe 10 që është. Ja. 5 minuta shtesë. E maksimumi 6 është. Godite. Vënoj. Po kush? Aha. Super triblim. Po super triblim po do ta shfrytëzoje tani, hyrë në zonë. Kishte mundësi të pasonte. Po. Çfarë goditje? Rashfordi ka. Çfarë goditje? Bëje me pi pastaj o shoku bëje. Ishte goditje e fortë ajo. Katastrofë goditja. Një goditje e lodhur shumë. Katastrofë. Tani i futë dhe 3 zëvendësi me Panamaja. Besoj se nuk e kanë pa këtë që jepet minuta shtesë edhe për zëvendësimet. Po s'ka që atë bënoj lojnë Panamaja, i mbaroj. E mos plusojmë më shumë. Po si bënoj diferencë? Thjesht ego personale. Okej, ka pësuar nga një gol 2 ndeshjet e para, do të thënë me -2 dhe tani mos shkojë -5, po thotë, se -4 është tani. Gjithsesi, nuk e di, do të thënë po të vëmë re ekipet që e kishin siguruar kualifikimin, kanë bërë lojë të vakët me përjashtim të Francës, të Francës me Norvegji. Po kam përshtypjen ka ndeshje me gola me aksione. Franca ka diçka. Jo, u bë nga 2 ekipet. Kam përshtypjen që nuk duan të lodhen lojtarët. Po pra, edhe taktika që përdori Norvegjia, edhe pse me lojtar rezerv, prap u bën një ndeshje e mirë, e fortë, e bukur, me gola, me aksione, me penalti. Ajo është vërtet. Të humbur. Po. Ndërsa shohim këtu shumë. Nëse ky botror ka 2 penalti të humbura deri tani. Messi dhe Larseni i Norvegjisë. Po. Ka pas penalti tjera, më duket jo. Po Harry Kane. Po. Ku përsërit me Kroacinë? Po. S'duhet ishte përsërit. Tani që lvizi portieri aty lvizi. Është rregulli ai bën super pritje. Dakor, po pritjen e bëri ai, po rregullat janë rregulla. Dakor. Si është shenjta gjithsesi që di që duhet të ishte i kuqej. Po pra po. Çfarë goditje? Super goditje. Po. Numri 10 i Panamas.
është ndryshe çështja e interpretimit. Nëse ka kalu apo jo vizën. Komplet jashtë po. I ka rënë drejt te kamer. Sa gjunaf. Nëse ka kalu apo jo vijën e portës, nëse ka qëndru drejt apo jo, dhe nëse ishte për karton të kuq apo jo. Po. Në është çështje tjetër interpretimi ajo. Besoj 5 minuta shtesë do jap këtu. Ja, se besoj. Po 3 dhanë pjesë parë. Tani llogarit edhe zëvendësimet që janë bërë. Po, shkon 5. 2 minuta tjera 5 maksimumi 6, nuk shkon më po. E di çfarë shoh me problem te kjo Anglia? 6 minuta shtesë. Shikoj që si me Sakan, si me Noni Madueke, po ka probleme krau i djathtë. Nuk janë shumë egoist. Pse se mori Fodenin? Nuk po ndesin, sepse nuk ka bërë mirë. Ka hequr lojtarët që mendonin se i kishin vendin sigurt formacion. Hoçi, vertikalizimi. Sa lojtarit dopte ai që se humbi. Po, ishte mundësia për t'i bërë 3 herë. Kush ishte Spence që humbi? Si Spence? Ja, si është i rregull. Ka krau tjetër. Bravo. Offside. Mos. Sa gjunaf. Por mundin që bëri meritonte arbitër anulloi atë offside. Si buta. Ja, ishte super top. Është offside. Po t'ishim me rregullin Wenger këtu, nuk do ishte offside. Po. Edhe do bëhej futbolli më i bukur. Po. Domethënë duke llogarit milimetrat që mund të ishte offside, që llogaritet offside-i sot, është për të ardhur keq faktikisht. Megjithatë aty dukej që ishte gjysma e trupit më avancuar se sa. Po. Duke me sy të lirë. Po. Edhe shkënimi i Tuchel që ishte offside. Ishte duke rënë shi. Gjithë lojë. Gjithë ndeshjes. Shu, ha? Po. Qa moti shumë tot. Tutën e super val. Vdiqëm dha. Vap. Orgo ti the që e shikon barazim Kolumbi Portugalia, po? Po 1-1. Ti shoku sa the? 1-3. Unë them 2-1 për Portugali. Po. Më shumë. Unë nuk e di, unë e shoh që do fitoj. Po që do fitoj, po më shok, po. Ore, qa nuk ndodh, se surpriza ka pa fund, te fundit të dy ekipet nëse s'ka bëj ajo janë kualifikuar. Ajo Delix. 0-0, 1-1. Ja, se besoj. Po Kolumbia përgjithsisht bë lojë të hapur. Edhe luftarake shumë. Ti po thu 2-2? Jo, janë 1-3 tha shumë. A e di çfarë theti, po do me dalë të 2-2? Si me stil. Po jo. Ish po them që bën lojë që mund të sjell gol. Po tarxhe minuta tani. Do të shënoj golin e Nderit në botror apo s'ka? S'ka po si gol? Jo, si gol, është i vetëm. Është i vetmi ekip. Shishi prap nuk. Pickford. Është i vetmi ekip që nuk ka shitur ndër. Pickford. Pickdop, duhet ta kishte ship ky po. Shive. Nuk e kontrollon. Ti ishte Keni ishte gole aty. Shiko pak. Ska të çepon se ka përdorur shumë afër. Pickfordin, shiko. Nuk arrin ta kontrollojë do. E nuk ishte as topi fort, e kupton? Po t'ishte goditje në porta ajo? Do ishte gol. Çfarë problemi ka këtu? Po supozohet që për atë punë është që mos lër gola pra. Po, ti dhe të shprehen, porta ka për tjerë sistemi i VAR që tregon. Dukesh që ishte offside apo? Shiko, nuk është me rregullin e Wenger nuk është offside. Jo, me rregullin e Wenger jo pra, po me rregullin aktual është më shumë se gjysma e këmbës përpara. Po. Më avancuar. Dhe zhgënjimi i tifozëve Panamez të Panamas, po. Jepi Anglia mund të dalësh, mund ta bësh edhe një gol. Ja duket se aq e mbyll. Çfarë goditje? Një devim dhe për pak Eze. Një devim dhe për pak Eze ishte ai që humbi edhe mundsinë. Po se e kuptova. Për pak. Ai devimi ishte rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Fati i lojtarit Panamas që nuk shkojnë në port. Portieri ishte i dorëzuar në atë moment.
Po ishte komplet kundra komplet krahun e kundërt. Po, edhe 2 minuta shtesë ka Henderson, po jepi tash. Haaland. Shiko, kë mendoni se do jetë favorit për topin e artë këtë vit? E di ça kurioziteti po lexoja sot? Jo, se di, ma Osman Dembele është i parë. Ishte një që quhej sezoni i hartë. Edhe ishin lojtarë që kishin fituar për një sezon, domethënë që kishin fituar Kupën e Botës. Po. Champions League-ën edhe Topin e Artë. Domethënë ishin vetëm 3 lojtarë, domethënë jo 3, më duket 5 apo 6 lojtarë në gjithsej historinë e futbollit që kishin bërë këtë gjë. Nga një herë. Dhe ishin Messi, Dembele, të tjerë që si mbajnë. Okej. Edhe Dembele po të fitonte bëj vetëm që i fiton 2 herë. Edhe po domethënë çfarë se fiton Spanja. Do ishte historike domethënë. Po, edhe çfarë se fiton me Francën botrorin, edhe të bëj mirë sikur po bën. 3 gola atje. Po pikërisht pra të bëj mirë. 4 gola ka total këtë botror. Është baras me Mbappé me gola. Por jo me Messi. Po flasim nëse Franca fiton. Messi ka fiton. mundësi që shkputet prapë sot, ë? Po. Ose kundërta që Ronaldo ka mundësi të afrohet. Edhe Ka shumë myll kjo ashtu. Mbaroj sekondat e fundit të sfidës. Po ta fitonte këtë, bëhesh futbollisti i parë në historinë e futbollit që e bën të 2 herë. Po kë shikon si pretendent? Topitar. Për topitar. Deri tani është Mbappé. Ai Dembele. Po fitoi Franca, i takon detyrimisht i takon Dembele. Po nëse nuk fiton Franca, atëherë varet kush fiton. Nuk besoj se japin prap Dembeles. Varet se kush fiton. Nuk e besoj. Nëse nuk fiton Franca, po thonë. Nëse fiton. Jo, nëse fiton me rregull i takon, domethënë logjikisht i takon. Po duke qenë se ka fituar edhe Champions League. Po për shembull nëse fiton Spanja. Nëse fiton Spanja, ja Mali nuk e merr. Të ta kesh pak po sigurt. Nuk e merr. S'ka bëj gjë me Barcelonën. Po kjo pra është s'ka. Kështu që duhet ishte pretendent vjet ai. Po. Pastaj duhet pa edhe kush të në gjysmëfinale, se duhet pa edhe ecuria e ekipit kombëtar sa ka shku. Nëse fiton Portugalia, për shembull, mund të jetë Vitinha. Po. Mund të jetë Bruno Fernandes. Ka dhënë 23 asist në Premier League por, edhe 8 gola. Domethënë që 38 ndeshje kampionati. Ke bë 31 asist gola. Gati sa i bi. Vetëm 7 ndeshje pa asist. Po. Haaland. Tash është drejt fundit edhe Kroacia me Ganën. Tani edhe parashikimi im po shkon drejt përfundimit sakt. Të paktën nga 2 ndeshje